Jemi rikthyer të nderuar të shikues në pjesën e dytë të këtij emisioni. Një parlamenti të zgjatur, që vijon akoma, po jo nuk e dim. Vijon. Po do jetë gjithë natën, tërë natën sot? Varet. Ndoshta do jetë tërë natën. Po këta kur rinë dhe ditën dhe natën, kot fare se nuk të na zgjave. Diskutime. Pastaj shtohu ishte miell aty, nuk. Shtohu ishte miell është. Tani mbaroi. Dhe bet, ajo e gjatë dhe popullata tani kupton që parlamenti po përpiqet Po punojmë për ne. të gjitha po punon shumë. Parlamenti për popullin. Po jep llogari drejtësia, po jep për 2024. Dhe për drejtsinë që ka ikë gjitha. Do të ndodhin në legjislaturën që u mbyll, po ndodhin këtu tani. Tani, raportimi 2024. Përpara se ne të fillojmë këtë moment, ditë e fundit në media, kryesisht në televizionin 24, është raportuar që Belinda Balluku është shtirur në SPAK. Dhe vetë SPAK nuk je pas informacion për asnjë media, me thënë drejtën, në? Përfshirë dhe ne, bashkë me pjesë të tjera, që i kërkuam informacion, por përgjigjja ishte shumë e thatë dhe, si duket një e drunjtë, thuaj nuk kemi asgjë për të ndarë me median. Ishte përgjigjja. Pyetëm ne me insistim sot. Që prek ati momenti shumë spekulime ka patur nëse Belinda është thirrur në SPAK apo nuk është thirrur në SPAK. Do paraqitet në SPAK apo s'do paraqitet në SPAK. Dhe pastaj pjesë e mirë e media, sipas agjendave që kanë, se askush nuk do fyer dhe sharë në këta, sipas agjendave që kanë, ndërtonin dhe akuzat, akuzat, pretensat, mbanin dhe pretensat, punë e tyre se cili bën punën e vet. Tani, për ne, duket si pak e pakuptueshme dhe e çuditshme, se SPAK duket sikur ka hedhur këtë lajm në mënyrë klandestine dhe nuk je pas informacion. A bën përshtypje kjo gjë sepse, për shembull, mund të japësh informacion për një roje, ose për një nëndrejtor, ose për një. Kur flasim për njeriu më të rëndësishëm, numrin 2 të vendit, domethënë, duhet të jepin informacione, kupton, dhe jo për të shtihet fall. Marim, dhe nuk do ta kemi, si çështën do ta kemi me njëherë në momentin që SPAK formalizon këtë, edhe kolegun Fevziu që kisha unë në pjesën e parë, pyeta atë, jo tha unë erdha me vrap më të madhe dhe kur pashta s'kisha asnjë gjë. Dhe do ta kemi në momentin që do formalizohet kjo gjë. Ju e keni ndjekur, Abileka? Këtë momentin që media ka disa ditë. Ka disa ditë, ka dhe spekulime. Unë e dija që të njëjtën dhe bile kam konsultuar për më shumë informacion me ndonjë koleg, po informacion nuk kanë, fakt, themi të drejtën. Dhe që atëherë që nga e premtja që lajmi doli deri sot, çdo gjë është spekulim. Është e sigurt që ajo do thirret në SPAK, është e sigurt që është regjistruar një një çështje penale në emër të saj, ose ajo është shtuar në një çështje si e pandeu. Kjo dihet. Për tjerat janë spekulime, derisa të marrin vesh se çfarë janë, për çfarë akuzohet, dyshohet që është për supervizionin e tunelit Llogaras. Por akoma nuk e dim pse dhe rolin e çfarë dhe si çfarë do thirret. Çdo gjë tjetër është spekulim. Prandaj ata që spekulojnë dhe thonë pse nuk shkruajnë mediat pse nuk spekulojnë të tjerët, mendoj që e kanë gabim. Është një njëjtë rast me Velien që asgjë nuk mund shkruaj deri në momentin që formalizohet në skep. Po edhe sikur të duan mediat. Jara e informimit besoj fillon ditën kur ajo paraqitet në SPAK dhe merr akuzën dhe kemi një informacion të saktë se çfarë është dhe për çfarë akuzohet ose nuk akuzohet ose Domethënë, fakti që zëvendës kryeministria thirret në SPAK është një gjë e rëndësishme. Që thirret me një avokat për më tepër është shumë e rëndësishme. Por nuk e ke. Dita kaq këtu mbaron. Thirret, kur thirret, do ndodhi kur ta shohim që hyn atje brenda. Kjo Në këtë mund spekulimi është mbrapa, pra, që është thirrur me një avokat, pra domethënë është çështje serioze, kaq të dim. Po, pra. Të tjerat janë spekulime pastaj, mund të shkruajmë. Këtë lajm e kemi raportuar gjithë në mediat tona, sa kemi mundur. Por nuk mund ta aludojmë më tepër sepse do ishte spekulim kot dhe do gënjenin njerëzit kot dhe do marrin vesh vërtet. Në momentin që do ndodh kjo, ne do të merrem më njëherë me këtë temë. Kemi gjë jo. Po sepse duhet të kesh edhe përveç faktit që është thirr, duhet të kesh informacion se pse. Ne duhet të kemi edhe informacionin që pastaj për të bërë tash theme hajde të ulemi ti bëjmë, por nuk është e mundur. Nuk mund. Mund të vazhdojmë pastaj të thuhet çdo gjë nëse kjo gjë do të ndodhë dhe kur do ndodhë, nuk e dim, apo jo. Shko, kjo është një gjë që nuk është mohuar. As nga Rama, as nga Belinda. Po do të është konfirmuar. Po, ideja është që
Atë që bëre unë dhe që ne duhet ta diskutojmë, kupton se tani thot dikush prezumimi pa fajësisë apo qoftë kryeministri. Unë shoh që është lëshuar po bëhet një gjyq popullor. Kupton që është tani gjithçka mund të jetë, po do bërë në kohën e dur kam ide. Jo, u bën një momentin paraprak tani. Pa diskutim. Po vazhdojmë spekulimin e. Pra. Kjo është ajo dhe një tjetër, bota nuk e bën kështu. Bota është shumë transparente. Unë po shikoja tani se si janë marrë amerikanët me presidentin Trump, që kanë hetuar për disa gjëra. Gjithçka transparente. Më kupton? Duhet ta thonë me fjalë pse prokuroria nuk thot po, jo se nuk kanë. Ka një diferencë mes transparencës dhe kësaj që bën Spaku. Kjo që bën Spaku është transparencë. Spaku lëshon lajme, lëshon thashë theme në për disa mediat preferuara dhe pastaj lëshon dhe në një përgjim dhe hapësirë për erudime dhe për spekulime dhe zyrtarisht deklaron që nuk ka asgjë për të thënë. Qartë. Po ka dhe një zinxhir. Para duhet njohë të personin në radh parë, personin që është interesuar me çështjen dhe pastaj të njoftojmë në mënyrë transparente se për çfarë bëhet fjalë, se nëse ti ka dalë nga Spaku po pra këtë dhe ka një zinxhir të madh nga zyra e Spakut ka dalë nga avokati Ballukut për shkakun, ku diun ne kush nxjertu. Atëherë ne të mos e vazhdojmë këtë spekulimin dhe ne ta kemi më një sapo të ndodhë. Po ndodhi kjo gjë, ne jemi detyruar të sillemi. Po. Atëherë, ne do të vijojmë do flasim për reformën zgjedhore dhe për raportimin e krerëve të institucioneve të drejtësisë sot në kuvend. E thamë që vijon ajo, ne do të themi deri tani se vijon vazhdon. Pjesa më e rëndësishme ka mbaruar. Pjesa më e rëndësishme. Të ftuar tani Ergus Mërtiri, Ferdinand Dervishi, Andi Tela, Antona Bilegaj, faleminderit shumë. Faleminderit. Tani, në studion 2 pas pak nëse ka ardhur tani, më bëjnë me dije. Zoti Shehaj. Kreu i Mundësia, i cili pa patur përplasje të rëndësishme në rastin sot. Do me thënë për problematikën e ju deklaruat, zoti Shehaj, PS dhe PD bëhen bashkë, më ndihmoni, kundër partive të reja. Është një ide. Në fakt, ka qenë kundër të gjithëve, PS dhe PD kanë qenë nga viti 2008, mendoj unë, që janë bërë bashkë kundër gjithçka, edhe për të mos lindur ndonjë gjë e re. Por zoti Shehaj ju deklaruat sot në kuvend se PS dhe PD janë bërë bashkë për të vrarë partitë e vogla në reformën zgjedhore. Çfarë mendoni ju se po ndodh realisht? Unë kam idenë që është më gjerë kjo dhe më vjetër. Tani nuk është se e them unë, kur bashkom votat, çfarë është? Është janë bërë bashkë. Tani ne jemi në një situatë ku sa po kanë mbaruar zgjedhjet, po ta dëgjoje argumentat, sidomos të opozitës në përgjithësi, po sidomos të Partisë Demokratike në veçanti, është ka folur për zgjedhjet të vjedhura, zgjedhjet pa drejta, të pa barabarta dhe kështu me radhë. Tani, nga lind kjo nevoja për të krijuar një komision për reformën zgjedhore me njerë, sa më shpejt. Dhe sidomos duke patur parasysh se çfarë kanë bërë, çdo herë që janë ulur rreth një tryeze për të ndryshuar sistemin zgjedhor, çfarë kanë bërë? Kanë goditur partitë e reja, sidomos partitë e reja. Mënyra si e kanë bërë, imagjinoni, këta kanë negociuar me njëri tjetrin dhe kanë vendosur që t'i kenë 2 kryetarët veton, secili prej tyre, do thot praktikisht këta kanë në dorë totalisht vendimet që do marri Komisioni për Reformën Zgjedhore, dhe thonë, hajse po shtojmë një nga këto partitë e reja dhe kanë vendosur pa na pyetur, pa na përfshirë, pa na pyetur nëse ne kemi dëshirë të bëhemi pjesë e këtij Komisioni për Reformën Zgjedhore, që këta duhen të bëjnë në dëm të partive të reja, dhe sot votuan në parlament krijimin e komisionit, pa na pyetur fare. Një komision që qartësisht lind për të vrarë partitë e reja. Kjo është ajo që ka ndodhur në parlament, dhe nga kjo ka buruar edhe reagimi që unë pata në parlament. Pastaj, kur dëgjon që Taulan Balla t'jep leksione mbi problemet që kanë zgjedhjet, edhe guxon dhe përmend faktin që sipas tij problemi më i madh që kanë zgjedhjet është financimi i partive politike, aty qartësisht është një tallje.
imagjinoni, tavola mballa. Arsyeja pse në Shqipëri rotacioni politik është pothuajse i pamundur dhe Partia Socialiste kontrollon gjithçka, sidomos mediat, është sasia e parave që ata i kanë mbjedhur qytetarëve shqiptar dhe të cilat pastaj i edhin sidomos nëpër media dhe në çdo pjesë tjetër të garës elektorale. Kjo është vetmja parti në pushtet që në zgjedhjet e katërta, pavarësisht ka ikur 1/3 e popullsisë, i fiton me një avantazh më të madh se sa zgjedhjet e para që ka patur. Por ka një problem, zoti Sheaj, që duhet të jemi të qartë. Dy partitë e mëdha kanë kohë që e bëjnë këtë gjë dhe kanë ndërtuar, mua më kujtohet që Meta ka kaluar në një grevë herët fare, 2008 në një grevë në parlamentet gjitha dhe kjo nuk është se bëhet vetëm për ju. Kështu që ju nuk mund ta keni të shtruar qylimin e kuq për të ecur, që të rrezikoni dy partitë e mëdha, se këto dy janë bashkë, janë rehat. Edhe kjo që thua ti që citon majoranca, po dhe tjetra është rehat në punë të veta. Bën punë të veta. Absolutisht. Absolutisht. Unë nuk po çuditem, o Ylli, unë as po skandalizohem, as po çuditem, as po them që nuk e prisja, si mundën këta të bëheshin bashkë edhe na bënin ne një gjë të tillë. Di shumë mirë, këtu kanë ndodhur gjëra dhe më të rënda se kjo. Thjesht po them që ne nuk duam të bëhemi pjesë e një farse që e dim se ku do na sjell. Do na sjell te një reformë zgjedhore, një sistem zgjedhor. Jo, jeni aktualisht. Jemi, po jo mund të jetë më keq. Jo do na sjell. Jo, kjo mund të, jo. Komisioni për reformën zgjedhore po bëhet për ta thelluar akoma më keq. Më keq akoma. Absolutisht më keq, po ndeshë se bënin ata. Imagjinoni, shiko, ore, shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Pyetja në këtë rast është ju vetë çfarë do doni të ndodhte sot? Për çfarë doni ju? Ata prodhon një ligj në parlament, reforma zgjedhore. Ju çfarë doni? Unë mendoj që nuk ka asnjë kuptim për asnjë parti opozitare të ulet në tryezë me Partinë Socialiste për të vënë dorë mbi reformën zgjedhore. Po çfarë duhet bëj opozita? Mos të flasi për këtë se s'është në dorën e opozitës. Të flasi për nuk është në dorën e opozitës. Opozita merr veton. Ka bashkëkryetarin atje. Po s'deshë opozita, nuk ndryshon. Atëherë, opozita gabon që ulet në tryezë, sepse juve çfarë opozitini keni, pra, domethënë çfarë duhet bërë? Do flasim me radhë. Po pra çfarë duhet bërë? Po të shpjegoj. Reforma, çdo herë që opozita është ulur në tryezë për reformën zgjedhore me Partinë Socialiste, është dëmtuar. Çdo herë. Asnjëherë nuk është bërë, nuk është ndryshuar sistemi zgjedhor në favor të opozitës. Gjithmonë është ngritur nga tryeza në një situatë më të keqe se ç'ishte kur para se të futej. Okej, po çfarë duhet bëj? Do të thotë që mos ju fut fare kësaj gjëje. Pra ky sistem siç është. Ore, po nuk është në dorën e opozitës, nuk është se opozita do donte ta ndryshonte dhe vendos mos ta ndryshoj. Me këtë sistem, të shkojmë zgjedhjet e tjera kështu siç jemi me këtë sistem. Mos ndryshojmë gjë. Nëse ndryshon sistemi zgjedhor, ndryshon në favor të majorancës. Sigurisht nuk ka për ndodhur në favor të opozitës. Ose nuk ndryshon fare sepse duhet t'japi voton opozita që ndryshoj. Pikërisht, po pse ulesh? Pra ju thonë mos ketë fare komision reforme. Absolutisht. Absolutisht. Jo, unë jam dakord. Po pse të duket, më fal, pse duket kaq çuditshme? Në cilin vend të botës, më fal një sekond. Në cilin vend të botës, çdo herë para zgjedhjeve ka një ndryshim të sistemit zgjedhor. Më thuaj një të vetëm. Në cilin vend të botës një parti politike opozitare. Po varet se me kë vend e krahason. Po unë flas nga ndej nga ne marrim shembull, nga shikojmë. Ne shikojmë nga perëndimi. Në cilin vend të botës një parti politike opozitare, pasi është mashtruar çdo herë që është ulur në një tryezë për të ndryshuar sistemin zgjedhor, vazhdon e ulet prapë në atë tryezë. Dhe kjo këmbgulje e tyre justifikohet vetëm me një qëllim. Praktikisht ta thonë, hajde ulemi se do dalin të fituar duke dëmtuar partitë e reja. Se kjo është e vetmi arsye pse Partia Demokratike duhet pranoj të ulet në një tryezë për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Ky sistem që kemi, sigurisht i dëmton partitë e vogla dhe i dëmtojnë zgjedhjet. Po. Pra ti po thua trim kështu siç jemi. Por më fal. Interesat e tua po them, Më fal, se tani ose unë nuk po i kuptoj juve ose ju nuk po kuptoni mua. Unë po them që më mirë rrim kështu se sa tu ulem një tryezë, në një tryezë ku do jetë më keq. Tani unë midis të qenit keq, preferoj një situatë ku jemi keq se sa një situatë ku jemi më keq.
Ky është para gjykim. Urdhë? Ky është para gjykim. Unë mendoj kështu. Para gjykim, po mirë, dakor. Shiko, unë nuk e gjykoj, vetëm ta mbyll dhe pastaj u lë fjalën. Nuk është para gjykim i bazuar në fakte, në çfarë ka ndodhur të kaluarën. Në fakt në të kaluarën ka ndodhur që vetëm një herë, sigurisht me Ramën, është tullur opozita me majorancën 2020-ën, me atë marrëveshjen e famshme të 5 marsit, që u prish nga Rama pastaj. Pastaj në opozita është tullur 2002-shin me... Më falë, edhe në vitin e kaluar është tullur. 2002-shin me kryeministër Fatos Nano ka bërë reformën zgjedhore. është tullur dhe zgjedhjet e kaluara. Dhe ka fituar zgjedhjet pastaj. Arruat që ndryshuan sistemi zgjedhor. Ato ishin përshtatje disa vendimeve Përshtatje që sollën një sistem votimi të këtë diasporës, ku në Greqi Partia Socialiste fitoi me 80%. Ato, si reformë zgjedhore e kanë fjalë. Po mirë, ishte një ndryshim i sistemit zgjedhor. Si ishte? Ishte reflektimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese. Po jo, se nuk e detyronte njeriu, nuk e detyronte dot njeriu opozitën. Po nëse opozita bëri gabim, jam dakord me ty. Nuk është futur vetëm në një rast, është futur në disa raste. Zotë Sheh, unë jam dakord me ty për këtë, që e para njerë problemi nuk është kodi, por është vullneti i qeverisë për të bërë zgjedhje. Nëse ka qeveri që s'ka vullnet të bëjë zgjedhje, kodi nuk ka çfarë bën qeverisë. E dyta është që ne kodi si ky, vërtet duket sikur i disfavorizon partitë e vogla, por Ilir Meta me një kod si ky u bë parti e pasvendësueshme, u bë kingmaker. Pavarësisht se bëri grevurie. Përpara se të bëjë një kod si ky, nuk ishte kingmaker. Dhe ky kod që themi ne sulmon partitë e vogla, në fakt nuk ka zhdukur as partitë e vogla deri sot. Gjithsesi, mos bëjmë analizë të kodit, dhe kam fjalën që një komision zgjedhor ku ju jeni antar, keni një antar, dhe nuk e dia do shkonin, do të çoni antarin apo jo, pas kësaj që deklaroni. Do të çoni antarin duhet? Jo, nuk do të çojnë. Nuk do të çoni. Ju mund të kishit mundësinë dhe e keni edhe pa pasur antar, mundësinë që të propozoni amendamente të gjitha llojeve dhe të diskutohen sikur jeni antar, sepse ajo është bërë e tillë për të gjithë ata. Pikërisht. Dhe ju nuk do të çoni, do ketë një projekt vendim tjetër pastaj të parlamentit që do ndryshojë vendimin e sotëm. Ky është lajmi. Por unë mendoj që në qoftë se ju keni propozuar që ky kod duhet ndryshojë, që lista duhet bën të hapura, që sistemi duhet proporcional kombëtar, siç janë disa propozime, nuk e di e mbështesni ju. Ky është rasti për të hedhur dhe në sy të gjithë publikut ne do shikojmë se çfarë vullneti kanë forcat e mëdha. Mund të jap një pyetje. Edhe kryesorja, më fal se është ajo që tha Zoti Balla sot, pavarësisht se kush është Zoti Balla, është depolitizimi i komisioneve zgjedhore. Depolitizimi i komisioneve zgjedhore, departizimi, ju favorizon sidomos juve. Po jo, nuk është fare vërtet kjo, është e kundërta bile. Jo. Është e kundërta. Shiko, jo se unë i paragjykoj, po çdo propozim që del nga goja e Toland Ballës dhe mbështetet nga majoranca është në dëm të opozitës, në dëm të demokracisë. Kjo që ka disa elementë, se këtu ne shkojmë me një bindje pa e thelluar, më fal që u them, pa e analizuar mirë pasojat e propozimeve, dhe themi, depolitizimi i administratës zgjedhore është në favor të partive, sidomos partive të reja dhe partive opozitare. Kjo s'është e vërtet. Jo, sepse, më fal, partive të reja. Dakor, pasi partive të reja, sepse sot ju jeni më mirë kur ju numëron votat PD-ja e BS-n, apo jeni më mirë kur ju numëron administrata ose presidenti? Jo, po ka një problem këtu. E dini pse i numërojnë votat PS-ja dhe PD-ja? Se s'kam besim në njëra tjetër. Jo, se s'kemi ne një administrat të lirë. Greqia ka shumë që me profesionistët e lirë. Po cilët nuk ka profesionist, me psikolog, me avokat. Më falni, po jo më se psikolog, po ku ka... Jam profesionistë të lirë që s'ka një administratë. Jetojmë në Shqipëri, ne jetojmë në Shqipëri. Tu mësusët zgjidhen politikisht. Po jo profesionistë të lirë. Ore më falë, shiko, zgjidhja me e mirë, fatkeqësisht, është pikërisht kjo. Sepse ne si partijere preferojmë që votat i numëroj PD, PS bashk, se sa vetëm PS-ja. Është e keqja me e vogël. Sepse nëse ne themi depolitizim, kush janë këta të depolitizuar që do shkojnë e do numërojnë? Kush do t'i zgjedhë këta të depolitizuarit? Pa më thoni pak? Ata idhen me short. Kush? Si do idhen me short? Kush? Ka përvojë e Greqisë. Përvojë e Greqisë. Ne nuk flasim, dëgjoj. Ne flasim për një vend ku gjithçka është e kapur. Gjithçka është e kapur. Nuk profesionistë të lirë kanë që janë kapur. Ore më fal, ore kush do t'i zgjedhë këta? Do idhen me short, po si do idhen me short? Dakor, pra, po kjo është diskutimi. Pra kjo është pjesë diskutimi. Po jo, nuk është diskutimi. Nuk është e sigurt. Më dëgjoni. Nëse Toland Balla do depolitizimin
administratës zgjedhore është e pse do ta fusin në xhep. Ta Orlando Balla donte votën e diasporës. Më falni. Deri të gjithkusht tjetër këtë vend. Nuk ishte gjë më të drejtë. Gjë më e rëndësishme. Më fal, nuk ishte gjë më të drejtë se vota e emigrantëve. Partia Socialiste fitoi në Greqi me 80% votave. Këta, nëse bën një ndryshim, e kanë planin se si ta kapin. Tani, ne nuk bijemi viktima të kësaj loje. Po mund të bëni dhe plani se si ta mbrojmë. Po nuk e mos ta kapin ata. Lërini doktor Loja, më fal, po çfarë do mbrojmë politike? Çfarë do më fal? Sot përveç Komisionit të Reformës Zgjedhore, është i rëndësishëm dhe Komisioni i Reformës Territoriale. PD-ja një herë bëri gafën që nuk hyrën komision dhe vuan pasojat e asaj reforme të 2014-s. Juve jeni për një reformë territoriale që duhet bërë? Më falni. Unë një gjë. Se janë të lidhura me njëri tjetrin. Ju mendoni se qytetarët shqiptarë ngrihen në mëngjes dhe thonë sa problem kjo ndarja territoriale. E thonë kudo që janë, por varet se si vjen zërit e ju, se e thonë. Jo, fare, zero. Shqiptarëve nuk ju intereson fare reforma zgjedhore. Nuk ju intereson fare, më falni më është argumenti shkeme të, reforma territoriale. Këto janë lojra politike. Ju intereson vetëm politikanëve dhe vetëm partive politike. Qytetarët shqiptarë, unë mendoj që një parti opozitare si Partia Mundësia, duhet mos të merret fare me këto, se s'kemi gjë në dorë, jo për gjë. E para nuk është e rëndësishme, e dyta nuk kemi gjë në dorë, dhe treta ata e kanë një plan, ditën që krijojnë komisionin për reformën territoriale, reformën zgjedhore, e kanë një plan se si të na mashtrojnë. Më fal një sekond, unë mendoj që Partia Mundësia duhet merret me atë që shqetëson njerëzit, që do të thotë më shumë të ardhura, një shëndetësi më të mirë, më pa korrupsion. Jo, më këto janë fakte. Unë mendoj që çdo shqiptar, çdo mëngjes thotë si mund të fitoj, të lutem. Jo, jo, po unë nuk kam në dorë, po unë kam në dorë të flas, të vendos për çfarë të flas. Të flas për atë që do ta Orlando Balla apo të flas për atë që intereson qytetarëve. Dakor, tani ju nëse doni ta fusni në debatet jo komisioni për reformën zgjedhore, jo territoriale, vazhdojeni, bëheni, merruni. Po mos të fusni në listë, po e pse s'na fusin si parti parlamentare. Se kam thënë ndonjëherë, nuk e kam thënë. Po, unë nuk e kam thënë. Nuk e thatë një parti tjetër parlamentare që nuk u fut komision ta pse s'na. Partisë tjetër atë vendin që na dhanë me zor, ja fal unë. Po pak a shumë këto partitë e vogla. Ta marrja të vendin. Duhet të keni kohezion, partitë e vogla për të përfituar sa më tepër. Unë s'mbaj përgjegjësi për çfarë bëjnë partitë e tjera. Partia tjetër që ankoi o bobo që na akuzoi, doli me të madhe, Partia Mundësia është bërë me PD-n, dakor, ja japim atë vend, ja falim, ne që vdiqim për një vend. Një kështu të vogël. Ju thatë që ky kod po do bëhet siç e do Rama, do bëhet më i keq. Në fakt realisht ky kod është bërë siç e ka dashur Rama. 100%. Po, pse ti mendon që po i bën do bëhet si Rama, se mendoj që Agroni ka drejtë. Jo, mos bëhet si Rama, se 2020-ën s'ishte PD-ja në parlament. Kemi një opozitë, ja një minutë. Kemi një opozitë tani që thot një gjë çuditshme. Me Ramën nuk ka zgjedhje, thot. Dhe pastaj ulet tani që të bëj kodin për zgjedhjet. Bër kodin. Çfarë do të thonë kjo tani? Ky është nonsensi. Agroni në këtë rast çfarë do bëj opozita? Çfarë bëj? Po ai thot me Ramën s'ka zgjedhje valla. Por themi ne që opozita s'do të hyjë zgjedhje fare, se me Ramën s'ka zgjedhje, ju thonë jo të hyjë zgjedhje. Ai po bën kodin. Po pak të ndryshoj kodin. Megjithatë unë kam për minimumi, krijoj sa më shumë barriera. Minimumi. Unë kam për zotin Sheja, shiko se ka një gjë. Në qoftë se do ndryshoj Rama kodin, për shembull në zgjedhjet e kaluara ndryshoi se ja vendosi gjykata kushtetuese. S'kishte për ta ndryshuar. Po s'është vërtet, kjo s'është vërtet. Ore votat e Shejait, votat e atyre të tjerëve ikën të gjitha për lesh. Gjykata me lej, ikën të gjitha. S'është vërtet. Së pari duhet rregulluar kjo. Ikën votat më kot. Po prandaj po them, prandaj duhet marrë pjesë. Po nuk e rregullon, jo vetëm s'da rregulloj. Gjykata kushtetuese. Ky nuk është, kjo që tha Ylli, nuk është një shqetësim as për Partinë Socialiste, as për Partinë Demokratike. Po jo, bile shqetësimi i tyre është që votat që ikin dëm të jenë më shumë akoma. Po pra, të rritet ajo. Ne mund të vemi nga keq në shumë keq, ju thoni pse s'futesh ti Agron në një komision për reformën zgjedhore që të vej akoma më keq se ç'është. Unë po them këtë që Rama po të jetë për kod këtë që ka i deli mjafton për 100 vjet. Jo, ka dhe më mirë, kështu thoshin edhe para ndryshimit fundit. Pra, u detyrua ta ndryshoj kësaj radhe sepse detyroi gjykata kushtetuese. Po jo, më është e vërtet, kjo s'është e vërtet. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Si s'është e vërtet? Po s'është e vërtet, s'është e vërtet. Po ai tha që nuk ka kuptim hersi. Nuk e detyron dot, ore më falni, gjykata kushtetuese nuk detyron dot
të mblidhet parlamenti dhe të bëj diçka që nuk do të bëj. Jo pra jo, sepse gjykata kushtetuese nxorri Hersin, jo kushtetues. Dhe në momentin që ata nuk mblidhen bin dakord, ikën Hersi, bëhesh lista hapur. Dhe për shpëtuar që mos bëjnë listën e hapur, shkuan me PD-n dhe bën këtë 4 orën që bën, e mbyllën listën. Tani, unë po them, mund të ketë mjete tjera me të cilat detyrohet Rama. Një prej tyre është faktori ndërkombëtar. Bëja i thot, do hysh bëjeti po, bëjmë reformën zgjedhore. Kështu që ky është një oportunitet i mirë që do ta shfrytëzoni. Kështu është gënjur opozita gjithmonë në këto 12 vjet, me idenë se do na ndihmojnë ndërkombëtarët. Ka vetëm një zgjidhje. Ndërkombëtarët kanë kërkuar një kod të ri. Kanë kërkuar ndryshime. Ne kemi dy mundësi. Tani ju mund të luani këtu për të marrë ato gjëra që ju levërdisin ju, se janë të mirë dhe po, se levërdisin ju. Të them çfarë mendoj? Ne kemi dy mundësi. Ose vazhdojmë si në të kaluarën dhe ulim. Ja më shkruajnë për shembull një ekspert më shkruan që agron vetëm një sekond. Që e bën mjeshtri Gjiknuri thotë që opozitës t'i duket super reformën dhe mos e kuptoi fare si do e haj në zgjedhje. Po jo, të janë legjenda të dëgjoj. Ne arritëm në 2020. Si e kanë bërë reformën, si e kanë bërë komisioni, si funksionon komisioni? Komisioni është ka 2 kryetar ku të 2 kanë veton. Po kështu ka qenë gjithmonë. Po mirë, lëre tani ka qenë, unë po them si është, Kështu ka qenë gjithmonë. Do të thotë që të 2 kanë veton, nuk ka rëndësi se ç'a votojnë gjithë të tjerët. Sepse mjafton një nga këta të 2 që mos të votojt asgjë, mos kaloj asgjë komision. Po, se ata të 2 mund bien dakord që ku vend do hyj çdo parti që ka minimumi 5% votave. Po ta thotë si do, orë 15 për punë. Dhe ju nuk do hyni me këtë formullë. 15. Po pra, po do thotë, pse s'ishe këtu ti kur bëm me këtë propozimin? Pse nuk e kundërshtove? Ti mora pjesë, se para gjykova. E para, o, të lutem, e para njërë mund të kundërshtosh dhe pa qenë pjesë e tryezës, e pazarit, e një gjë që e dim se ku në të qonë. Më falë një sekundë, po votuesit kanë dhënë mundësinë që t'jesh në parlament t'i mbrosh t'i përfaqësosh. Ti thua unë s'du t'hy fare në debat me partitë e mëdha. Unë nuk dua të hyj në një gjë që e di ku do më çoj, që nesër mos më thonë agron, po ti e di vëlla ç'a do të bënin ata. Po, shkova atje dhe e kundërshtova. Po jo me kundërshtoj, unë mund ta kundërshtoj dhe po bër pis. Dhe unë zgjedh ta kundërshtoj pa u bër pis. Unë parlament se shkoni, dini që PS-ja me ç'a vendimit doj, ç'a merakon ç'a doj. Mos shko fare as parlament se bësh pis. Pra këtë po thoya, kjo është logjik bojkoti, i bie të bojkotosh parlamentin. Jo, dakord. Po duhet të marrë një vendim shumë të qartë. Atëherë, më fal. Do të thonë deri dorë nga kontestimi. Ti jap një gjë. I zgjedhjeve. Ti jap një përgjigje tani se Ore ç'a do të thonë se kjo është tani të tallash me veten. Duhet të heq dorë nga kontestimi i zgjedhjeve pse. Kush? Normal. Opozita. Jo, s'ka pse i do. Shiko. A ka ardhur me zgjedhje të vjedhura? Tani ka 2 më parë. Po. Jo, më fal, zoti Sheh. Tani jo, më fal, jo vetëm të shpjegoj diçka se unë nuk e kuptoj si një diferencë shumë të vogël. Mund ta shpjegoj të paktën ato që na dëgjojnë se duket sikur se ju bëni 1+1 dhe e vendosni ju pasaj se sa bën. Një gjë është kalon nga një ekstrem në një ekstrem. Një gjë është pse ju duket kaq e çuditshme e pakuptueshme. Një gjë është mos të marrësh pjesë në një komision që është ngritur për të na mashtruar dhe për të po mirë tani ky është qendrim politik. Më falni, ky është qendrim dhe mbaj përgjegjësi, më fal. Është ngritur se e kërkoi raporti OSBE-s. Ju lutem, gjithmonë OSBE ka kërkuar. Ju prisni fundin. Po mirë pra. Ju lutem, prisni fundin. Ky është qendrimi im dhe unë mbaj përgjegjësi. Ju thoni ç'a doni aty s'bani përgjegjësinë, unë mbaj përgjegjësi. Ju thoni, po ipi Kali thoni ipi Kali zbrit nga Kali. Po zbritë thonë i pikali. Jo, ajo që po themi ne është që Ramës intereson të rishës në qështë. Unë mbaj përgjegjësi. Tani unë po them, kaloj nga një ekstrem në një ekstrem. Unë po them, ne nuk po bojkotojmë parlamentin, nuk po bojkotojmë jetën po bojkotoni komisionin. Absolutisht, se ne dim për çfarë po bëhet komisioni. Ore vetëm t'jemi budallënj. Nëse ka 35 vjet që bëhet komisioni këtë mënyrë. Ore kush taj ta shfrytëzoj unë e shfrytëzoj. Ne shfrytëzojmë sepse ne jemi çdo antar i parlamentit është automatikisht antar edhe atij komisioni dhe gjitha komisioneve tjera, që ta dini. Por unë nuk kam pse bëjmë pis duke futur aty dhe duke marrë pjesë në votime. Sepse janë pa vlerë, janë totalisht pa vlerë. Sepse voton për atë çfarë thonë ata. Sepse opozita këto vite sa herë që është ulur në tryezën për ndryshimin e sistemit zgjedhor është bërë pis. Kjo është bindja ime. Dhe unë nuk dua të bëj të njëjtin gabim që se kanë bërë pazare. Po jo, po të mbajnë qendrimet drejta, s'bën pis. Është bërë pis dhe unë nuk dua të bëjmë pis, pazari të bëj të njëjtin gabim që ka bërë. Çfarë pazari? Kod elektoral, ky është katastrofë, ky është kod. Kodi i fundit që bën para Kodi u bën në 5 mars 2020. Po pra.
Jo. Ishi Rama në mënyrë të njëanshme sepse kishte 2/3 kuvend. 2024. Tani si ka 2/3 kuvend? Një vit më parë në verë, këta u morën dhe hoqën Hersi. Kjo ishte Ishin vendimet e gjykatës kushtetuese që ishte harakiri valla. Ish deshën vendimet e gjykatës kushtetuese, po. Jo, po si ishte kështu, gjykata kushtetuese tha hiqni Hersin. Ta mund komplet shtatën hoqën Hersin dhe në sfond Agronin. Gjoja ta hapur. Komplet. Po mos ta bëni listën, ta bëni ta fare. Në sfond Agronin. Ore gabim bën, po këta ishin prezant fare. Po pazari ishte bën. Pse bën ata këtë? E bën që t'ja ufuzin të vegjëlve apo kur ka? Një sekond. Problemi është ky. Edhe i morim Rama. Bllokun. Që ai ishte konsensual, pra opozita e donte atë mënyrë. Pse? Se garantuan ato vendet e listat e mbyllura. Ai që bën. Po kjo është të luash për 5 lekë. Po dhe të humbash gjithë pra tortën. opozita sumbi që mori atë i donte. Tha unë do humbas, po duan listat e mbyllura. Humbi mos e i dha Ramës mandate qyl. Ka marrë 10 mandate qyl Rama. Edhe mori atë mori ta kontestoi kodin zgjedhor opozita jo. Edhe pse kemi ata nuk janë budallëm, ata pazar bën pra. Flasim për marrëveshjet e kodit, për ndryshime të rëndësishme, për marrëveshje që janë bërë në 2002-shin, në 2008-ën dhe në 2020-ën. 2002-shin ulën aty, bën ndryshimet, fituan zgjedhjet 2005-ën. Këto janë ndryshimet të sistemit zgjedhor, jo rregullimet të kodit. Të kodit. Po pra, ky është sistemi i gjithë. Po sistemi se kalon nga majoritar në proporcional. 2008-ën, 2002-shin nuk ndrua vetëm kodi, jo sistemi. Në 2008-ën ndrua dhe sistemi. 2000 po. Dhe prap fitoi PD-ja. Pra, të dy herë që ka ndruar, ka fituar PD-ja. Po pra. Në 2020-ën u miratua, po e prishi Rama që tonë PS-ja. Pra, prishi koalicionet. Se po t'ishte në një koalicion, PD-ja mund fitonte prap. Pra, nuk është se ka humbur PD-ja nga marrëveshjet kur ka pas marrëveshje. Përkundrazi ka fituar PD-ja. Po pra, po, dakor. Kur është prishur marrëveshja, ka humbur. Problemi që s'po merremi vesh çfarë fiton. Ajo fitoi atë. Ai fitoi 2 lekëshin e vet dhe humbi zgjedhjen total. Pra, mbajti çfarë bëri Berisha me këto? Mbajti ato 10 veta që interesonte dhe i dha 10 mandate Ramës. Po të vjetshme nuk quhen reformë zgjedhore. Ato quheshin përshtatje sipas vendimit. Po reformë që mos e ndryshove. Reformë 2020-a. Pra, edhe tani është mundësia për të bërë reformë. Zgjedhjet janë 3 vjet mbrapa, 3 vjet e gjysmë. Shove gjë esenciale. Po të mos kish shkuar PD-ja, para zgjedhjeve. Shiko, po të mos kish shkuar fare në komision PD-ja aty. Se pranojmë atë që thot Rama, në 2024-ën, vjet në verë. Po si ishte reformë pra jo? Po të mos shkonte aty, do ishte reformë, se do ishte me listë hapur, do shkojë me listë hapur në zgjedhje. Kishte si të shkojë. Po se e tha gjykata kushtetuese. Nuk beshin dot vendimet, nëse smerte vit. Gjykata kushtetuese tha, Hersi është antikushtetues. Si do miraton? Dhe automatikisht ditë lista e hapur. Këta u mblodhën vetëm për mbyll listën. Ditë s'kishte vetëm parlamenti. Duheshin 84 vota që të bëheshin ndryshimet. Pa 84 vota nuk bëheshin ndryshimet. Jo, me gjykatë kushtetuese, Hersi dile antikushtetues. Ore nuk kishin votat për të kalu. Duhet 2/3. Nuk kishin votat për të kalu. Nuk bëhej fare ndryshime. Automatikisht hiqej Hersi, sepse e ka rrëzuar. Se ai do të ecin mos e Heq gjykata kushtetuese. Do reflektohet në kod. Gjykata kushtetuese. Organi më i lartë, po nuk ai dot po s'bëret ndryshimi kushtetues po të them. Po s'ka rëndësi ta bëjnë ata, po si bëhet? Kushtetuta nuk ndryshon, është ajo që është. Po nuk bën ligj gjykata kushtetuese, gjykata kushtetuese thotë. Po jo, duhet ndryshuar dhe kaq. Jo. Dhe ti do bësh ligjin të mbështatën. Gjykata kushtetuese thotë që kjo është antikushtetuese. Dhe me një sistem ndryshon parlamenti ai që bën këto gjëra. Nuk shkruan ligje gjykata kushtetuese. Olla tash, me një sistem antikushtetues nuk hy dot zgjedhje. Dhe automatikisht ajo që është bie. Atëre KQZ-ja do ta interpretonte, do thoshte lista është e hapur, se s'ka ku të luaj tjetër. Dhe këtë po ta mbash mend ti, ja tha. Interpreton dot KQZ-ja ligjin. Ja tha kundër ligjit mo. Si tel kundër KQZ-ja bën ligj thotë. Jo. Ligjin e bën parlamenti. Ja. Mos merrem me këtë detaj kot. Jo, mos është detaj. Është ligjin bën parlamenti, ti po thua ligjet i bë KQZ-ja në Shqipëri. Çfarë po thua? KQZ-ja interpreton ligjin. Po se interpreton ligjin nuk e thotë që është. Në momentin që bie Hersi, nuk e thot ligji. Ligji thot. Por dha, ja tha ai më. Ja bëhet në këtë mënyrë dhe mbaroi. S'ka çfarë interpreton KQZ-ja. E mban mend ja tha si ka i qumer se harrova tash. Deputeti ministri i mbrëmshëm apo Manja. I tha Manja, i tha Saliut, hajde tha, bëjmë reformë se për ndryshe do shkojë listë e hapur, tha se ka dhënë KQZ-ja ka i Hersit. Ja tha në parlament. Dhe këta shkuan u ulën tup dhe ja tha në parlament. Okej, Agron. Po drejtësh muhabet kot. Lutem tani. Flasim bën KQZ-ja listë. Mundem të bëj një pyetje. Gjykatë. Ka bën parlamentin. Jo, unë doja këtë më fjalë. Veç para gjykimit. Tani, po ja vetëm një shembull që të kuptojmë. Erën e fundit, përfshirja, siç e thash, e drejta për diasporën që të votonte është një drejtë që ju duhej lejuar, s'ka asnjë diskutim. Po thjesht pash
rezultate se dija në fakt që kishte një diferencë të madhe. E dini sa përqind votave kishte marrë Partia Socialiste në votimet brenda vendit? 52% votave. E dini sa përqind ka marrë në votat e diasporës? 61% votave. Pse ka ndodhur kjo? E dinte Partia Socialiste që do të dilte ky rezultat? E dinte sepse ka organizimin, ka parat, ka administratën. Dhe vota nga jashtë, vota për diasporën, ka qenë një projekt i Edi Ramës. Tani, ne bëjmë sikur nuk e kuptojmë. Sikur ne të opozitës dim t'i bëjmë llogarit. Kurse ata të Partisë Socialiste nuk din ata t'i bëjmë llogarit. Dhe ne mendojmë se do ja fusim. Ne ulemi në një truez dhe themi tani do t'i detyrojmë. Si këtë do detyrojmë? Si ta detyrojmë? Ky është gabimi tu. Pse ai, urdhë? Ky është gabimi juaj. Pikërisht, Se ju më thoni ne do ja fusim. Jo, valla, nuk ka se futet. Ju do futeni aty që të bëhet një ligj i mirë. Po nuk ndryshon. Jo për ty që t'ja u fuzësh ti. Po nuk e ndryshon. Jo që partitë e mëdha ta fuzën ty. Po nuk pranon partia. Ko zgjedhor që të mundsoj zgjedhje të lira. Nuk pranon Partia Socialiste. Pse Partia Socialiste duhet pranojë një kod zgjedhor që dëmton Partinë Socialiste? Më thoni ju. Sepse Partia Socialiste është detyruar sot të mbyllur kapitullin e zgjedhjeve. Nga kush? Për të detyruar Nga BE-ja konsensual. Kemi 20 vjet që dëgjojmë të Ran dashurin pa pritur me opozitën. Nuk e di se si mendon. Bën një komision kështu të barabartë. Nuk e kuptoj se si mund të besoni. Ata janë detyruar që të kenë të çojnë në Bruksel një ligj që thon po, e bë të reformë, mbyllet kapitulli. Që të marrin integrimin, se për ndryshe ne Partia Mundësia nuk beson në këtë. Ju shfrytëzojeni. Koha me që është ky rast. do tregoj nëse është ata vërtet, abuzojnë nëse kemi të drejtë apo. Ore, ta bëj një pyetje me Partia Demokratike. Përse bëhet, pra, në gjithë të bisedë bëhet një lloj sikur ka mendjen e mazhorancës. Partia Demokratike nuk intereson Partisë Demokratike të ndryshojë kodin zgjedhor. Partia Demokratike do vetëm të çojë me firmën e Berishës një grup deputetësh në parlament dhe boll kaq, apo do të shkojmë, do të marrim pushtetin? Ku do të bëjmë pyetje, s'e kuptoj. Po ja bëj gjithë dhe pyetjen dhe Agroni. S'kemi asnjë. Pra, ideja është, unë dua të dal. Unë dua të dal. Te ideja, partitë e reja. Përse nuk bën një aleancë apo diçka tjetër me Berishën dhe ta shtyjnë drejt kësaj rruge. Këta nuk të vjen pra me Berishën. Kjo është. Pse? Ç'është rruga? Kush shkon? Po e ke gabim. Po e ke gabim. Po jo more. Por një çështje ku fitojnë gjithë, Jo, nuk mendojnë kështu. Opozita janë dhe partitë e reja. Agronis mendon kështu. Po jam. Opozita janë dhe partitë e reja. Ti tani do t'ju mbush mendjen këtyre apo si është puna? Ja ku e ke Agronin, qori i shulur shpesh në vendin tënd. Këta nuk duan zotëri që të marrin përsipër sepse nuk paguajmë dot gjunahet e Berishës tonë. Nuk e thon me këto fjalë ta them unë, se unë dhe ti jemi gazetar, por ata mendojnë Zoti Agron që kemi këtu, po dhe zotrinjt e tjerë, mendojnë që gjunahet e Berishës nuk i lejmë dot ne në këtë botë. Sepse bëmi dhe ne një lloj si ai, ky është mendimi këtyre. Ky tani zotria që ne kemi thirrur këtu, do një kod zgjedhor që nga 2008 është bërë futet për të vrarë dhe Agronin tani. Gjithë ka vrarë, më falë mo zotri ta mbaroj dhe ika, nuk unë kam njohur që s'po flas. Ky tani, ky kod që do bëj tani doktor Rama, me gjithë doktorin e vjetër, doktorin Berisha, do vras Agronin, po do ta vras më fort se që vrau tani. Sepse Agroni mori vota, të cilat nuk ju shpreh në deputet. Lapaj mori vota që nuk u kthye në deputet. Tjetri mori vota të cilat dhe ata janë të interesuar që sa më shumë të marrin vota këta dhe të shkojnë kështu për lesh, janë të gëzuar. Aq më gjatë rrin ata në pushtet. Aq më gjatë rrin në pushtet. Dhe në fund frika jonë është kjo. Frika ime mos i gazetar. Ore mos e bën prapë Rama në fund atë. Partitë e reja Se bën. Mos e, Partitë e reja do presin të iki Berisha me dëshirën. Po Agroni këtë frika që e bën Rama. Tani. Partitë e reja duhet presin që të iki Berisha, po s'do të iki. E para ka 90 vjeç, 100 vjeç aty. Po çfarë bëj? Po se ai do të ai Berisha. Do presim që ai të bëhet 90-100 vjeç e pastaj do fillojmë atë luftën. Po çfarë do bësh? Po pra, e thashe pra, të bën bashk. Kush të bëhet me kemë, po do më të vej tani. Po lezë si të trojmë do të ne tani. Ajo është e vërtetë, ma ajo duhet bërë, po. Po kush e do njëri? S'ka pse të bëhet me këtë, shiko, me këtë mënyrë që po bëhet kjo. Ai duhet ishte bërë që në fillim. Me këtë mënyrë që po bëhet dyshim. Agron do të konkludoj që tani pas Dhe që transparente në komisioni është transparent,
edhe partitë e vogla, mendoj unë, e kanë mundësin të paktën të thonë mendimin e tyre. Atë i thonë rrugëve. Atë që kanë thonë deri sot. Ato propozime që kanë bërë deri tani, ti bëjnë në një komision parlamentar, të mundohen të reflektohen aty në ndryshime kushtetuese dhe kodit zgjedhor, dhe në qoftë se nuk bëhen atëherë ne këto do kenë argumentin më të argumentuar kur do thonë që PD dhe PS duan të kapin edhe procesin zgjedhor. S'ka asnjë problem. Po, Agron flet dhe pastaj konkludon. Nuk kemi hequr dorë nga propozimet tona, do t'i bëjmë propozimet tona. Po s'kemi pse të bëhemi pjesë e llumit. Mund të bëj propozimet tona, pa u bërë pjesë. Nuk e dim, po do shkoj. Ku e dim? Vetëm ta Ku do i mbaroj. bësh? Nga Facebooku? Po pse në parlament, se si vim parlament? Po ti thush do marr pjesë. Ore nuk do marrim pjesë në komisionin. Po ku do i bësh? Ore më fal, u jap një shembull, Ku do i Më thosh? fal një sekond. Çfarë fundi do i thosh? Dgjoni, lutem. Opozita, fal propozimit ton, nuk mblodhëm asnjë komisione, bëm një propozim shumë të thjeshtë, tham, nëse opozita do të ketë ndonjë shans sa do të vogël të fitojë Bashkinë e Tiranës, duhet të dalimi kandidat jashtë partive politike. Që propozimin e bërë në Facebook edhe në studio televizive. Më fal një sekond, ore nuk ka rëndësi se ku e bëj. Rëndësi ka rezultati, dhe ja ku jemi sot, po më lini ti mbaroj dy fjali, se ti bëj bashkë dy fjali, se do iki, unë do vazhdoni, do... Është institucion parlamenti. Ti mund të qëndrosh se në vend të mbledhjes ti fol këtu mo. Edhe për këtë pjesën tjetër. Mbledhje gjatë atje. Po ju shpjegoj. Ti ishe deri tani mbledhje gjatë zot. Ri këtu, minutat e tjera dhe flet. Po ju shpjegoj që nuk ka rëndësi ku bëhet propozimi. Sepse në rastin konkret Peleshi për procedurë këtu flet. Të kam vënë mundësinë të flasësh në parlament. Ju më thoni s'ka rëndësi se ku do flas. Por në parlament do flas, kush ai do flas. Po një minutë e ke atje në parlament te salla madhe. Këtu ke mundësi të flasësh më gjatë. Nga çfarë thua? Ti mund të kesh 2 orë dhe të thuash vetëm broshkulla, dhe mund të flasësh në 1 minutë e të thuash atë gjë më të rëndësishme dhe të thuash gjëra shumë më të zgjuara se shton të tjerët në një orë. Kontradiktore kjo. Të japin mundësinë të votosh edhe të propozosh, thua jo, nuk e du këtë mundësi, por unë prapë do propozoj. Është kontradiktore e gjitha. Jo, nuk është fare kontradiktore. Po, është prapë. Po jo ta them unë që nuk është. Ata do mblidhen bashkë dhe do thonë, ta bëjmë parlamentin me 100 deputet dhe të kemi 4 qarqe në Shqipëri. Juve, qa mendoni për këtë? Po ne kemi thëmë para se të fillojnë ata që këta po e bëjmë për dëmtuar partitë e reja. Si se thamë qa mendojmë. Nga do e kundërshtosh, ku do e kundërshtosh nga Facebooku? Por e ta them në parlament, në për media, në rritet sociale, si të duket budallëk, po e rritet sociale në shumë të rëndësishme, se flet direkt me njerëzit. Pa tjetër, po mos ishën parlament, fort në rritet sociale. Po mos rritet sociale, unë të garantoj që para 15 vjetësh, ajo që bëm, ajo pak, atë rezultat, sa doj që ju mund thoni që është i vogël, që patëm në 10 e fundit, ne nuk ta kishim patur. Dhe kjo ka ndodhur fal rritjeve sociale. Po mimo ajo është fushat elektorale. Më falni lutem. Qëndrimet më të rëndësishme dhe më me vlerë që mbaj unë, i mbaj vetëm në rritje sociale, sepse jashtë rritjeve sociale censurohen. Në parlament nuk të në të flasësh, në për media nuk të në të flasësh. Agronin të thotë të konkludoj se unë për këtë punë e kam thirrur se duket tani sikur partinë e Agronit e duam shumë ne. Tani të flas Agroni, po se pa i ka ardhur për të mbajtur partinë e vetë. Dhe gjërat e veta, tani duket sikur ne kemi rënë dashuri me partinë e Agronit dhe Agroni po lufton kundër partisë vetë. Partia simpatike është. Nuk ka rëndësi, po duket sikur Agroni ka ardhur për kundër partisë. Që këta të ja futin në fund e Agronit dhe këtyre unë jam i qartë se këtu kam qenë. Jo, vetëm ata 4 tjerë mendojnë që ka përndodhur kjo. Këte din gjithë. Ata ka që nga 2008 ajo kanë futur të gjithëve. Ja kanë fut partive të vogla, po as i kanë pyet fare. Tani i kanë bërë një mundësi që ta pyesin dhe ta dëgjojnë. Tani po tallen pra, këtë po thot Agroni. Unë preferoj në një gjë që e di që është bërë. Agron konkludo tani që të kalojmë te pjesa tjetër po dëshëri se ti atje me lej do flasësh. Dori, absolutisht. Sta jep. Nëse me pak fjalë, ne kemi vendosur mos të hyjmë në një komision që është ngritur për të na dëmtuar, sepse nuk e quajmë të arsyeshme që të futemi aty e pastaj kur ditën e fundit, mos flasim të përdorim një gjuhë zyrtare, kur të na mashtrojnë, të dalim e themi, po prisja tani na mashtruan. Sepse është e qartë kjo. Jo, më ju keni votën kundër më vlla aty, ju keni votën kundër. Po ta tani se tani po ta shtosh dashurinë tani për partinë e Agronit tani, lutem shumë. Dhe Agroni nuk e do. Unë ju falenderoj për këshillat. Po tani se... Por ky është qëndrimi ynë. Ne bëjmë fanatik se papa tani. Ju lutem shumë të nderuar kolegë. Ju lutem shumë të nderuar kolegë tani se... Ose qori e të antarë. Duket sigur e duam. Po qorin e kërë përjashtuan fare, ma nuk e qasin fare në komision.
Jo, po është Agroni, prandaj. Ka 2 deputet Agroni. Po pse qori që kishte një, pse të mos ish? Është vëzhgus, nuk ka Ka votë. vëzhgus. Do me thënë, prije kokën time. Antar, ata morën Tom jo, Boshin se andej se nga majoranca, këtej nga opozita morën shenjë, sepse tani do e marrë një nga këta që ka një. Okej. Do falim. Me shumë kënaqësi. Bagrona, tani ne do vazhdojmë me këtë pjesën tjetër. Drejtësia raporton në kuvend. Ka raportuar drejtësia. Tani ti aty ke menat që ke shkuar për të raportuar dhe ti dhe për të dëgjuar raportimet. Mirë ke bërë. Për të pjetur. Por tani, unë do të them një gjë më përpara që ti të thuash si ligjvenës, edhe si përfaqësues një partie të re politike. Këtu është bërë një reformë për drejtësinë. Unë do ta them shumë, përpiqem ta them shumë shqeto, shumë hapur. Kjo reformë për drejtësinë është mbështetur mbi 0,3% që është spaku, që mund të jetë një sukses. Mendim të që të cilin e ke dhe ti. Por, 99,7% është pjesa tjetër e drejtësisë, që për mendimin tim, po dhe të shumë kolegëve të tjerë, ka dështuar. Ka rënë në tokë. Drejtësia është bërë më keq se ç'ishte. Para pak ditësh, një gjyqtar u vra në sallën e gjyqit. Ne nuk kemi Agron as institucione formale që të shprehin solemnitetin. Dikur ju thashun këtyre një emision të kaluar që me nder dhe çoku që ne jemi nuk hyn në atë objekt, vetëm po ta futin me të prangosur. Pra, në këto objekte që kemi ne të gjitha, që në këtu nuk janë rinovuar. Mere me mend pasaj në përmbajtje. Në formë, po themi, nuk i japin drejtësisë solemnitet. Mere me mend që ndodhë pastaj dosjet pa numur të Agron, që po t'i lëshosh në lanë, blokot lana për 5 minuta, Tiranë, edhe në vendet tjera. Gjykata që janë grumbulluar në Tiranë, kanë ikur nga rrethet, nuk vinë njerëz që s'vinë dot e të gjithë. Pra kjo reformë ka dështuar. Dhe është një turp i madh. Ju si ligjvenës të parët, dhe pastaj vetë kjo majorancë gjithë, mund të thotë më, dështoj kjo punë nuk u bë. Shumë gjëra në botën që jetojmë, dështojnë. Ndodh që dështojnë. Edhe në vendet më të ndriçuara dhe më të zhvilluara të botës. Kjo ka dështuar. Po heqin spakun për një moment. Po dhe spaku po të ulen kolegët e tjerë, bënë diskutimet shumëta. Dalin 10 veta aty që merren me spakun, pam, kalojnë si në paradë, edhe disa të krimeve gjithë, po kjo nuk është shoqëria shqiptare. Kjo është vetëm 0,3%. 99,7% janë organet e tjera të cilat ç'mendon ti ta? Shiko, unë mendoj që s'ka diskutim që spaku ka arritur rezultate të pa imagjinueshme për të gjithë. Ka probleme pa fund, do këshin dashur shumë, por ja është fakt që çfarë ka bërë spaku në këto 3 vjet, jo vetëm nuk janë bërë në 35 vite demokraci, por nuk janë bërë fare. Është kush nga ne imagjinonte para një vit, jo shumë, para 3 vitesh, që ne sot do kishim 2 zëvendës kryeministra, që njëri është në arati edhe tjetri ose tjetra mund t'i bashkohet shumë shpejt, që krau i djathtë i Edi Ramës, numri 2 i Partisë Socialiste, sot është në burg sepse i akuzuar për korrupsion. Tani, t'jemi realist. Kush e imagjinon të? Dakor. Po është 0,3%. Jo, një sekund. 0,3% Agron. Kjo është ta relativizosh. Nuk vete do të në gjykat për një avë, nuk vete do të në prokurori. Gjykatat ylli kanë qenë dhe janë të kalbura. Niveli korrupsionit në gjykatat është i pa imagjinueshëm. Kështu ka qenë, dhe fatkeqësisht kështu është, më fal. Dhe fatkeqësisht kështu është. S'kemi reformë. Drejtësia, më fal një sekond. Drejtësia mund të themi që në SPAK ka arritur rezultate të pa imagjinueshme në SPAK, por kjo nuk është gjë e vogël, Ylli, se për herë të parë bëhen gjërat siç duhet, fillon nga koka dhe jo nga bishti. Se nuk mund mos ta fillosh. Por kemi probleme shumë të mëdha, por ne kemi probleme me gjykatën kushtetuese. Mos shkote. Ore ai pastaj të vjen Agron të vret. Gjykata kushtetuese. Ore të vjen të vret në gjykat pastaj. Po nuk shiko. Ylli.
e tha, e përsërita dhe njerë, as njeri në këtë vënd nuk do drejtësi. Nuk ka diskutim. Dhe nuk bëhet drejtësia brenda ditës. Dhe ditën e sotme, po asnjëherë nuk është thënë ditën e sotme kjo gjë. E shtenë, u ngrit ky problem? Që s'ka drejtësi fare te 9.7 dhe 4 spaku, dakord? Pyeta unë krye prokurorin e përgjithshëm, pikërisht për këto që po flasim. Se si prokuroria pratikisht është në të njëjtën gjendje që ka qenë përpara. Nuk ka drejtësi. Qytetarët shqiptar nuk janë barabartë para ligjit. Ngritja çështjen e shëmbjeve të një pjesë të ndërtimeve pa leje dhe të legalizimit të një pjesë tjetër. Dhe nuk kuptohet se si vendoset ku duhet i prishet dhe ku i do t'i legalizohet. Ne e dim se si vendoset. Vendoset nëpërmjet korrupsionit. Por kryeprokurori nuk ishte në gjendje të më thoshte nëse prokuroria ka vepruar kundër shpërdorimit detyrës në këto raste. Po kjo ndodh rëndomt. Nuk ka drejtësi në këtë vend. Ja një sekond të ndjekim dhe të vjojmë. Shiko, kemi shkëputur vetëm i sinkron se tani aty po vazhdojët, Akoma vazhdon? Se dim. Mos mbaroj në tonë dëgje. Shtirë, se kanë disa raportime. Raportime dhe vazhdon akon. Tani, u bënë raportime tani, por për para raportimeve disa orë me sa i ndoqja unë, se pastaj unë fillovat përgatit emisionin tim, raportuar në kuvend, por ndërkohë morën të gjithë me procedurën dhe këto probleme të rëndësishme, po thuaj se nuk e di se sa zunë vend aty. Të letë ndjekim vetëm i sinkron kemi futur ne, se janë shumë ato, nuk kemi mundësi, sinkroni një raportimi Dumanit. Edhe të hymë në... Shërbimtaria e SPAK është vlerësuar në progres raportin e Komisionit Evropian të vitit 2024 për luftën kundër korrupsionit të zyrtarëve të lartë, krimit të organizuar dhe mbrojtjen e interesave financiare të BE-s. Departamenti Amerikan i Shtetit ka minimizuar disa nga hetimet e suksesshme të SPAK, duke evidentuar kontributin e institucionit në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nga ana tjetër, roli SPAK ka ndihmuar Shqipërinë për të përmirësuar rezultatin e saj me 5 pikë në indeksin global të korrupsionit për vitin 2024 të Transparency International. Si ka mundësi që SPAK nuk ka marrë ende si të pandehur zotin Beliaj në lidhje me aferën e inceneratorit të Tiranës, ku SPAK-u përgjegjësia e tij penale është e qartë. Dua të them se siç besoj edhe ju e dini, hetimet paraprake nuk kanë përfunduar lidhur me këtë procedim penal, por vazhdojnë akoma. Lidhur me pyetjen a ka përpjekje të SPAK për të kërkuar një dëshmi të ish-zënës kryeministit Arben Ahmeti nga Zvicra, deklarimet publike të tij vlerësohen rast pas rasti, për ne sot ai është një person në kërkim ndërkombëtar për veprën penale të korrupsionit pasiv, pastimit produkteve të veprës penale dhe vepra të tjera penale e lidhur me inceneratorët. Patjetër, në çdo moment që një subjekt vepre penale dëshiron të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë, do të bashkëpunojë me prokurinë e posaçme, është mëse i mirëpritur. Ju lutem zoti Berisha. Ashtu është bërë deri tani, është lexuar pyetja dhe është vijuar me përgjigje. Ju lutem. Pyetje të bëra nga deputeti Luciano Boçi. Pse SPAK e ka shpallur të paprekshëm Edi Ramën? Për SPAK nuk ka të paprekshëm, në çdo procedim penal të regjistruar, hetohet fillimisht në drejtim të faktit penal dhe mëtej edhe në drejtim të autorëve të veprës penale. Në të gjithë raste që ju përmendni, prokurorët e çështjes kryejnë hetim të gjithanshëm dhe objektiv me qëllim grumbullimin e provave dhe ngritjen e akuzave. Për prokurorët e posaçme nuk kanë rëndësi emrat, por vetëm provat. Tani një ditë maratonë, ditë natë maratonë, ne shkëputëm në një moment të vetëm, dua tani, duke e mbajtur gjithmonë edhe në këtë mënyrë, agronin, po edhe në biseda kur të kemi këshu momente debati, cilit Ferdinand, momentet kyçe të raportimit, çfarë ju bëri më shumë për shtypje nga dita e sotme? Janë shumë, është drejtësia, është SPAK-u që ishte, po pastaj edhe dy raportime tjera, Prokurori përgjithshëm, drejtuesi SPAK-u dhe tani po raporton drejtuesi i LD-s. Do me thëmë po raporton drejtuesi i LD-s. Tre drejtuesi po raportojnë, raportimi madh shumë,
Tani, shkini kuptuar ju deri tani shkurt qartë, Ferdinand, moment kyç çpeti të këtij raportimi. Nuk është se kishte ndonjë gjë, unë i ndoqa të gjitha, nuk është se kishte ndonjë gjë të re, që themi çfarë ndodhi, pati një lajm të ri, s'pati asnjë lajm të ri. U pyet për Ballukun dhe tha që nuk shprehem, tha që prokurori nuk ka marrë kërcënime, që është marrë me këtë punë, se e pyetën për këtë pjesë. Se u tha që prokurori ishte shtemë? E pyetën, a është kërcënuar prokurori dhe tha që prokurori s'më ka thënë gjë, mos më ka raportuar gjë. Qartë. Foli për Ilir Metën dhe tha që nuk kemi bërë ne, sepse arrestimin e ka bërë policia, për një fjalë la policisë. Me ka thënë për para këtë? Çështjen, po. Tha për patronazhistët që nuk ka një nen kodin penal për patronazhistët. Pra nuk është puna jonë, nuk është objekti punës tonë, sa kuptohen. Për aeroportin, kjo mund tjetë, po dhe kjo ka dalë, nuk më duket e re, tha që është në fazën e hetimit para prak. U pyet pse grupi Durrësit, operacioni Ura nuk u godit për para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve, dhe tha të njëjtën gjë që ka përsëritur dhe herë tjetër që me ndërkombëtarët ishim në ato data që s'mund t'i shmangnim dot, kështu që kaluan zgjedhjet do bëm brava zgjedhjeve pak a shumë. Për Arubën tha nuk njoh një çështje me emrin Aruba, me fjalë nuk ka çështje Aruba. Për Amant Josifin tha është rënë dakord që të merret ta procedoj Spanja, pra kemi ndarë gjërat, ne kemi marrë ca të tjerë, kemi arrestuar ca të tjerë, ata kanë procedojnë ca të tjerë. Fredi Ramën e dëgjuat, tha për këtë të hetuarit për korupcion nuk janë shumë, janë shumë pak, me fjalë, janë shumë pak, akuzohet pra që ka tendencë, për të hetuarit për korupcion, tha është një shifër shumë e pakët, që janë 13% e numrit, pra kanë arrest në burg, 13% të numrit të total personave që është marrë spaku, janë shumë pak. Tha dhe nuk është se i kemi... Kamen para burgimin atë. Kamen para burgimin. Pra së spaku që i fut njerëzit në burg, në para burgim, thotë. Kjo më bëri mua për shtypje, që mund të quhet e re, për këtë fondet e partit, për Frida Krifcën, tha garantoj se në atë procedim penal do të jetohet çdo person i cili dyshohet se gjatë kryerjes së detyrës ka kryer veprime të kundërligjshme, është një çështje prioritare, sepse kushtëzohemi nga bashkëpunimi me autoritetet e huaja. Paka shumë këto ishin gjërat, një dy dëgjuam. Prokurori tjetër i përgjithshëm ishte? Asë se ndoqa prokurorin e përgjithshëm. Por... E kupton Agron, edhe nuk e ndjek me njeri prokurorin e përgjithshëm. Tani prokurori i përgjithshëm ka një rol që nuk është më që kishte njeri në kohë. Duket si rol honorifik dhe... Me i rëndësishmi është... Foli për këtë Irena Gjokën dhe tha që nëse ajo ka gënjur për atë dënimin, duhet të përjashtohet nga sistemi dhe të ndëshkohet penalisht. Shiko që ka ndodhur. Ka ndodhur një problem e tillë. Themi në reforma drejtësi ka dështuar. E gjithë vëmendja në këto vite është te spaku. Gjithë projektorët, të gjitha kamerat janë te spaku. Spaku monitorohet dhe spaku shikohet. Dhe gjithë gazetarët janë të atashuar aty, gjithë vëmendja është aty. Dhe bie që mbas kësaj reformës në drejtësi, prokurorit e tjera, gjykatat e tjera, kanë rënë rahat, që do të thotë kanë vazhduar atë stilin e vjetër, madje kanë arritur dhe pazaret, thonë. Stilin e vjetër, sepse nuk janë në fokus, nuk janë në vëmendje. Një sekundë të ndalemi, se nuk ndalove në një moment të rëndësishëm tani, se unë të thira ty, si gazetar eksperti kësaj pjese, dhe nuk ndalove në moment të rëndësishëm që ka të na i. Dumani tha për Ametan që çdo njeri ishi mirë pritur të bashkëpunoj dhe u interpretuar si kur eftoi të bëhet i penduar. Këtë tani diçka se ai doli dhe pastaj qetësua Arben Ahmeti. Ai doli sot, Arben Ahmeti ka dalë sot dhe ka thënë që nuk bashkëpunoj sepse unë nuk kam bërë krime. Nuk bashkëpunon. Nuk kam bërë krime. Nuk jam fajtor. Nuk jam fajtor. Nuk është fajtor dhe nuk kam të bashkëpunoj. S'kam se bashkëpunoj. Kriminali bashkëpunon, tha, unë s'jam kriminal. Të bashkëpunim bëjnë çikisht të llojit e njerëzve. E kam bërë, thaj. Me shpëtoj unë. Kam denoncuar publikisht të aferat, ti marrin. Ka folur që nuk bëhem i penduar i drejtësisë. Ka folur në për televizion e thoni ju. Po, ka folur Ahmeti më mbrapa të syri. Që flet në për televizion e thoni ju dhe do me thënë këtu mbaron puna.
E zënës kërministrit. Ajo nuk ka vlerë. Pyetja që u bë Dumanit ishte që Ahmetaj ka folur në media dhe ka denoncuar disa element të krimit pushtetit. Dhe në këtë përgjigje Dumani tha, okej, ne kemi dëgjuar, kemi mbajtur shënim ato që ka thënë Ahmetaj, është i ftuar që të vijë bashkëpunoj me drejtësinë. Pastaj në rolin e të panduarit, dëshmitarit, pyetje përgjigje, nuk është u sqarua kjo pjesë. Nuk u sqarua. Atëherë, Anton, ti që mendon se kishte thelbësore në këto të gjitha këto raportime veçanërisht të Dumanit, se janë eklipsuar të tjerë, thoni ju? Mendoj që aty s'kishte asnjë lloj raportimi, sepse nuk u fol për çështje. Edhe pyetjet që u bën nuk ishin për çështje, ishin për emra. Pra i thoshin pse me Metën u solle keq, pse me Velien u solle mirë, pse sa arreston këtë, pse arrestove këtë. Pra u bë një gjyqëti i shtrigash, sipas preferencave partijake. Gjyqëti shtrigash. Nuk u fol për çështje, për çështjen e inseneratorëve. U thon, u fol pse Velia nuk është dënuar dhe për inseneratorët, por nuk u fol çfarë hetimi po bëjnë këta për inseneratorët, ndërkohë që ne vazhdojmë paguajmë për inseneratorin në Tiranës, paguajmë për djegjen, ndërkohë që parlamenti miratoi strategjinë e trajtimit mbetje, që s'ka më djegje. Ne vazhdojmë paguajmë djegjen. Djegjet nuk kanë. Asnjëri se pyeti. Uoqën djegjet. Po e toni këtë çështje. Po do të thënë, të gjitha çështjet që kanë dalë tani të mëdha, mos i përmendim të gjitha, duhet kishim një përgjigje prokurori i përgjithshëm, prokurori Spakulli, prokurori i posaçëm antikorrupsion, duhet të flasë për të gjitha çështjet e mëdha të korrupsionit që është folur. Ai foli vetëm për emra. Ky kështu, ky ashtu. Dhe në shumicën e rasteve nuk dha shpjegime sigurisht sepse ai atje për çështjet që janë në hetim nuk mund të jap shpjegime. Thotë çështje prioritare kjo, që e vetëm një çështje për cilën u foli, është kjo e kësaj e partit të Kripcës. Thotë është çështje prioritare, e partit. Po hetohet tolësisht. Po dhe i pardyshit kanë 4 vjet, 3 vjet janë në hetim. Ai thotë kemi çështje prioritare, çdo thotë prioritare, kur 3 vjet ti s'ke asnjë rezultat. Çfarë është prioritare? Kushtëzohemi nga bashkëpunimi për autoritetet e huaja. Autoritetet e huaja kanë sjellë dosjen këtu, e kanë sjellë këtu dosjen, s'ka lidhje fare. Po derisa thotë kushtëzohemi mbase për diçka tjetër. Unë nuk e di çfarë kushtëzohen, po 3 vjet, s'është më çështje prioritare. Të thuash pastaj po kam me Gonigalin e tim, me Gonigalin sa vite ka që kanë hetim? Që në 2021-shin. Pra, edhe pra tek kështu ta kushtëzohemi nga të huajt. Pa asnjë lloj lidhje, pa për të kaluar situatën dhe që nuk jepin asnjë shpjegim pse është vonuar kjo, pse çështjet, jo njerëzit. Për këtë ai thotë që kam kështu, kam dërguar letër porosie dhe pret vire në Rusinë Amerikën. Letër porosia ka dalë e gjithë dosja me Gonigal, është bërë publike. Ajo s'është dosja, se departamenti se ton dot me atë çfarë është? Gjëra të vogla janë bërë. Po si dosja shpjegoni tani që për bankersin nuk foli asnjë njeri. As nga se ato s'folën për asgjë. Duket të gjithë bashkë aty, se vjedhja më e madhe në Shqipëri, Agron është bankers. Nuk foli. Nuk ka vjedhje më të madhe. As u pyet, as foli. As njeri nuk e çau me derë fare për bankers. Si ka mundsi? Ka mundsi se të dyja vinë era naft. Vinë era palët vinë era naft. E dëgjova Agron? Ja kanë bërë naftën. Kuptove gjeti për këtë? Se para më e madhe ti e di tani aty. Një para me madhe, aty bankers, si në shumë afera tjera, bankers është e gjatë në kohë, në fakt, shtrihet në kohë dhe ka të bëjë edhe me një aset të rëndësishëm të shqiptarëve dhe normale që nëse vidhet burimet nëntoksore është sigurisht diçka që i ndinjon në opinionin publik. Dëgjoj, që të flasim për ç'a ndodhi sot në parlament. Sot kishte shumë interes për raportimin e Dumanit dhe në fakt kishte aty në parlament po ta shikoje nga jashtë duke sikur parlamenti po i bënte gjyqin Dumanit. Tani Dumani nuk më takon mua ta mbroj, por ka bërë atë s'ka bërë askush më përpara në Shqipëri. E thash, po është e rëndësishme. Okej. Dhe tani imagjinoni, vinë në parlamentin e Shqipërisë. Po nuk mjafton Dumani. Po të them çfarë ndodhi në parlament, po të shpjegoj çfarë ndodhi në parlament. Vinë Dumani në parlament, në atë parlament ku janë votuar afera korruptive,
ku janë emëruar zyrtarë që kanë vjedhur para të qytetarëve shqiptarë, ku janë mohuar të drejtat e shqiptarëve në 35 vjet, dhe i bëhet gjyq Dumani. Thua se arsyeja pse ka ikur gjysma e popullsisë në këto 35 vjet, fajin e ka Dumani. Thua se shqiptarët nuk kanë marrë pronat për fajin të Dumanit. Thua se në Shqipëri nuk ka një të ardhme për të rinjt, sepse fajin e ka Dumani. Tani, kjo është çmenduri. Në atë parlament kishte gjysmën e parlamentit që i qepi, nuk zguxonte të fliste, kishte marrë urdhë politik mos flisni fare, dhe gjysma tjetër që kishte gjetur fajtorin për fatkeqësitë e Shqipërisë. Kjo ishte situata aty në parlament. Dhe gjithë thonin, jo, pse s'ke kapur këtë, pse s'ke kapur atë, po do ta kapi për këtë që them unë, jo për atë që thua ti. Por sigurisht është normale që kushdo që vjen edhe raporton parlament, ne duhet t'i kërkojmë llogari, dhe mirë bëjmë që t'i kërkojmë llogari. Duhet t'i kërkojmë llogari. Por nuk mund të bëjmë ata në Dumanin përgjegjës për çfarë po ndodh në Shqipëri. Se ne harrojmë që problemi i Shqipërisë është korrupsioni. Dhe korrupsioni, burimi i korrupsionit buron pikërisht në atë parlament. Aty ndodh gjithçka. Aty ka me 10 deputet që ose janë hetim, ose janë të shpallur zyrtarisht të akuzuar, dhe normal që qa presim ne? Ta presin me tufa me lule Dumanin parlament? Agron, kam një pyetje që është për ty më shumë. Që mendon ti tani? A është përdorur SPAK për të goditur kundërshtarët politikë të Edi Ramës, apo kjo është thjesht narrativë që shtyhet nga opozita? Dani, në këtë vend gjithçka mund të ndodhë. Unë përdor logjikën dhe shoh faktet. Nëse ju më thoni që Edi Rama është në kushte të mira dhe ndihet mirë që 2 zëvendësit e tij, zëvendësit, personi ngjitur, janë të akuzuar ose për korrupsion, ose për abuzime, njëri në arrati, tjetra ka rumors që po përflitet, që mund të ndjeki, mund të ketë një njëjtin fat. Nëse ju thoni që Edi Rama tani ndihet mirë në këtë situatë, mos harrojmë, zëvendës kryeministri është kryetarja, është drejtuese dhe fushatës elektorale në Tiranë. Fier. Erion Velia i ndërkohë në Burg. Nëse ju thoni që nëse ju thoni që Edi Rama është ai që drejton SPAK-un, tani çfarë do të ndodhi? Më falni, vetëm që. Çfarë duhet të ndodhë? Shembull Ilir sa kohë u bën në Burg? Një vit. Po. Një vit tani nuk ka një akuzë, Agron. Po të flas. Po Ylli, po çfarë do thotë? Jo, po flas për opozitën. Po çfarë do të bëj një pyetje? Po. Që kjo është një narrativë e opozitës? Po mirë, narrativa e opozitës. Apo ka goditur kundërshtarët e Edi Ramës? Unë ta kam thënë der tjetër. O tani shiko, është marrë tjetër, është futur në Burg dhe nuk ka një akuzë. Po Ylli, ore këtë vend. Një vit. Ore shqiptarët, kush i ka korrupsioni në këtë vend? Kush e ka bërë Ylli? Ore tani Ilir Meta njeriu mi korruptuar në botë. Jo, mori, unë nuk po dënoj askënd. Unë nuk po dënoj askënd, po nuk skandalizohem nga ideja që Ilir Meta mund të jetë akuzuar për korrupsion. Po kush ta tha ty këtë? Po se këtë po themi tani, po s'ka asnjë akuzë. Duhet po them gjë tjetër. Më falni një sekond. Kemi ngritur një sistem. Më falni një minutë. Po them një gjë tjetër shumë të thjeshtë. Ma thuaj. Po të them a priori, unë po pranoj që Ilir Meta është njeriu mi korruptuar në botë, por ka një vit nuk ka një akuzë për të. A mund të më shpjegosh të? Kaq po të them pra. Po kjo s'do thotë gjë fare. Dhe ka opozita pastaj. Ne kemi ngritur një sistem. Thotë. O Ylli, ka një drejtësi. O Ylli. Ndalime politike në favor të qeverisë. Ti si e mendon këtë? Këtë pyetje kam. Unë mendoj që Shqipëria është një nga vendet ka qenë. Ka shkuar në gjykatë. Më falni një sekond. Ore, ka një sistem zgjedhës, ka një sistem gjyqësor. Ka akuzë edhe ka shkuar në gjyq çështja. Ka shkuar. Aq më tepër, ka një se Rimburg, çështja ka shkuar në gjyq. Kjo është pyetja. Ço do të Rimburg? Dhe ç'prova mund të prish ty? Atëherë, edhe një herë. Edhe një herë, unë nuk duat, më fal, vetëm ta mbaroj këtë Ylli, se është. Mbaroj, patjetër. Unë nuk mund të hyj në çështjet në secilën prej çështjeve, po
tani kuptohet që secili prej nesh ka një sistem gjyqësor. Ke avokatin, ke prokurorin, ke gjykatësin. Ndiqen hapat, bëjnë hetimet, ngrihet akuza, gjykatësi vendos mbi akuzat, mbi provat, mbi masën e sigurisë. Tani kuptohet që kush nuk ka besim, dhe kush ka besim që këtu janë respektuar procedurat. Tani ju abiteni që dikush për të cilin gjykata ka marrë një vendim që duhet qëndrojë në burg, ka arsye dhe ka patur prova mbi të cilat është bazuar ky vendim. Pjesë dërmuese të vendimeve që merr prokuroria. Por më fal. E thamë edhe këtë. Po, dhe kjo është e çuditshme. Unë nuk e di, do bërë një studim, jo nuk është e çuditshme, do parë nëse edhe në vende të tjera të botës, në përgjithësi, pjesën cilat janë vendimet që merr gjykata zakonisht, është më shumë sa përqind Donald Trumpin që kishte 1.000 akuza, por nuk po mira është një tani, mos e tani, ne flasim për një njeri, po themi thjesht, unë nuk e di se cilat janë përqindjet, në sa përqind të rasteve gjykata vendos në favor të prokurorisë, apo favor të akuzuar. Mund të ndryni në këtë moment? Nuk e di, Nëse kur prokuroria, aq më, se këtu është me prokuroria e SPAK-u, pra SPAK-u, janë prokurorë të zgjedhur, janë prokurorë që deri tani kanë provuar se janë të saktë, pra kur shkon akuza e tyre në gjykat, presupozohet që ata të mos dështojnë atje. Pra, presupozohet që ata kanë gjetur disa prova që ta detyrojnë gjykatën që të veprojë. E kupton, pra është elementare kjo gjë. Nuk mund të themi që SPAK-u e detyron gjykatën. Kur është mburur atëre, një sekond, kur është mburur atëre që e morëm ne për mburje, atë të Dumanit dhe tha që çdo gjë që çojmë ne atje e kalon gjykata, ai e tha që ne i kemi cilësisht aq mirë gjërat sa gjithçka që çojmë ne atje, ai e tha në këtë formë. Ne e keq interpretuam dhe e sollëm kështu si duam ne. Ai tha afërmend si gjykata. Ai tha afërmend se ne i bëjmë aq mirë gjërat sa e dim shumë mirë se do të çdo se edhe ne jemi juristë dhe ata janë juristë. Atë nuk kupton ti. Jo, më kështu e tha. Unë shqetësohem që gjykata... Kështu e tha ai, pastaj... Kështu e tha ai, personalisht, dhe mendoj që çdo njeri në Shqipëri që kërkon që të funksionojë sistemi gjyqësor, se drejtësia përfaqësohet nga sistemi gjyqësor, nuk përfaqësohet nga prokuroria, të funksionojë, drejtësinë e jep gjyqi, nuk e jep prokuroria. Prokuroria është akuza, është pali. Që gjykata të jetë më e pavarur nga prokuroria, qoftë kjo dhe prokuroria speciale. 1. E dyta, po, janë të akuzuar për korupcion Elion Veliej, Ilir Beqa, ish bashkëpunëtor të Ramës, por nuk janë të akuzuar për korupcion për veprat që kanë bërë dëmet më dha vendit. Janë akuzuar për korupcion... Kanë kapur më, atë provë që kanë kapur më... Kjo nuk e bënd të... Provë shkapur. Po dhe Al Caponen me i budallike kapën më burë. Kështë e vrarë gjysmën e Amerikës. Dakord që ata duhet të ishin dënuar më shumë dhe për më shumë vepra. Më shumë. Por ama është gjë e mirë që është dënuar për kaq. Se deri tash s'janë dënuar fare më. Unë nuk duhet të zgëzohem kur dënohet në njeri, edhe të dënohet më shumë dhe më pak. Kur dënohet kur e ka hake, pse si zgëzohem? Unë gëzohem kur një çështje e rëndësishme, kur paratë e shqiptarëve marrin drejtësi. Po pra, nëse ka vjedhur ata, nëse kanë vjedhur. Zyrtari korruptuar gjenden para drejtësisë. Nëse kanë vjedhur dhe dënohen, unë gëzohem. Do isha gëzuar më shumë, po të ishin dënuar më shumë. Se Elion Veliej... Po që u dënuan, patjetër po dënohet për 900.000 euro të gruas. Shënë si ka? I kapën, unë nuk gëzohem, sepse nuk ka... Po ti thot të ishte jashtë fare? Kjo është duke si gjuhet i strikash, a i dënojnë Elion Veliej, në kuda e gjenë. I strikash, a ka bërë la veprën? Inseneratorin e tonë do të i dhe të më tregoj mua me e-mailet që janë kanë bërë publike Elion Veliej, që nëse a i ka vjedhur Senatori Tiranës. Nëse ka vjedhur 1 miliard. Por po dënohet për këtë 1 milion që i kemi kapur. Nuk është gjë e mirë kjo? Çfarë më shkruajnë sa interesante. Unë dua drejtësi për 1 miliard. Ndoshta në njëri nga ju, ndoshta ja 1 sekond. Unë dua burg për personin më. Unë dua burgun, nuk e kemi për qef, valla, burgun e kemi se ka bërë. Të them një detaj se ndoshta ndonjëri nga ju e di, është e vërtetë apo jo. Më shkruajnë që Alçi Bllako ka marrë dënimin dhe ka 6 muaj nuk e nxjerrin nga qelia. Quhet pekmarrje të mërshme, sepse ka mbaruar dënimin. Gjykata i ka dhënë dënimin. Nuk ka mundësi.
Unë do të marrë, të shikoj për të intern pasaj, se kjo është një jetë mërshme. Edhe unë kështu e di që i kam mbaruar dënime. E kam mbaruar, kështu e di. Kam mbaruar dënime dhe vazhdo. Po ka mundësi mos e thuaj kështu, se njëri që më shkruan nuk është mbullalla. S'ka mundësi. Tani. Po tjetë kështu atëherë i bjetë jenë burg, futën burg këta që janë. Bëjnë ta llogaritë të ndryshme, po ai ka mbaruar. O zotëri. Si bëllojit, a ka ndërnuar x vjetë dhe e ka mbushur? Llogaria ka para burgim, ka burgim, ka... Ka mundësi ta ketë mbaruar. 100% më thotë njeriu që shkruan. Ai është dënuar për inceneratorin e Elbasanit dhe për të Tiranës. Për inceneratorin e Fierit, çështja është kthyer për rigjykim. Mund dënohet prapë. Jo, është dënuar për Fierin, por ky dënim nuk është fuqishëm sepse gjykata e lartë e ka kthyer për rigjykim çështjen. Kështu që për momentin ai mund të jetë realisht në përfundim të dënimit dhe në pritje të dënimit për Fierin. Edhe Lefter Koka është në këtë situatë. Edhe Lefter Koka është në këtë situatë. Edhe ai pret që të dalë të lirohet, edhe të presi kur ta dënojnë për Fierin. Por nuk e lirojnë. Se po japin para, po japin paradhënie. Dhe lirimin duhet ta japi një gjykatë kështu e Durrësit ku vun dënimin. Pra lirim me kusht ose vërtetoj që kanë marruar represive totalisht. Shumë arbitme. Unë e kam thënë, edhe në qoftë represive, kemi arrit në një ditë për herë parë represion ju bëhet këtyre që na kanë bërë represion, i kanë bërë gjithë popullit represion. Se me akmarje, me revansh, zgjidhen do gjithë. Atëherë ti thua, hajde të vrasim ata që kanë bërë punë. Ky është revansh. Unë nuk besoj se i mbajmë në mënyrë paligjshme brenda. Se besoj kurr, nuk e besoj kurr. E mirë, po nëse çfarë do Ata janë kriminal. Ata janë kriminal, po se do ikin dhe si marrin prap. Çfarë do të thënë kjo? Se besoj kurr, e lëm për të verifikuar. Nuk i verifikohet, i gazetari këtë lloji. Sot e mora vesh, sot e mora vesh. Pse do të duhen 3 muaj për të verifikuar këtë dhe flasim parim. Problemi është drejtësia, e ti kur vjen drejtësi. O Anton, shiko. Ti e përdor e bën me drejtësi dënimin, kur e bën në mënyrë pa drejtë dënimin e Erion Velia i ti. Pse është pa drejtë? Bravo i qoftë se Velia i duhet të dënohet në mënyrë pa drejtë. Jo, po sa, po. Jo, mor jo. Erion Velia. Edhe Lindmetën. Po e dënove me fakte, do me faktën se s'ka fakte. Fitore e drejtësisë, nuk do të jetë hakmarrje. Jo, po s'është hakmarrje. Erion Velia po dënohet me hak për vepra që i ka bërë. Për kë? Për ato vjedhje që ka, ato që ka, po japë 1 milion euro janë ato që ka, ato që ka zbuluar Spaku. Për abuzimet me kompanitë me... Pastrim Barazhi, ka për gruaja. Po bashkë i kanë bërë, mëse është skem korupcione, gruaja është, vjerra është, vllai janë i tufa të... Skema, po kushtë ai? Ai po dënohet për këtë. Ti thua ka bërë dhe 10 tjera, pa tjetër më, mirë do ishte dënuar dhe për ato. Por ne nuk mund themi që gabim që u dënuar për këtë. Nuk po dënohet dhe pa drejtë, dënohet me hak. Tu është problemi pra, që këtu nuk kemi... Problemi gjatë, mbledhja vazhdon, Agron vazhdon në mbledhja e parlamentit. Deri dje këta vidhen dhe qeshtin me... Unë jam këtu dhe po dëgjoj juve, nuk mund të... Jo, mos more vesh në një, mos të dërgoni mesazh. Mo që do parlamentit. Ka dhe një gjë tjetër. Mund të vazhdoj, por mua 1 milion euro më duken shumë vëlla. Mbas se këtij si duken mua më duken shumë. Kuj nuk i duken? Jo për atë. 1 milion euro. Normal. 1 milion euro vëlla. Të tjerë po bëjnë burg për 5.000 euro. Po thotë ti mund të bësh ironi për të mbrojtur Spakun sa të duash. Unë po të flas, pa e personalizuar me ty dhe me mua, se çfarë presun nga drejtësia. Koncepti të në drejtësia. Ti mund të thuash bravo që ka bën një xhepis në rrugë dhe u bë drejtësi. Po, edhe xhepis. Edhe xhepis i drejtësi është, por unë them që drejtësia duhet bërë të korupcioni madh. Pse? Sepse ndërsa arrestohen. Në sekondë në sekondë. Po ti gëzoju një herë faktin që për parë po dënohen ca njerëz, po. Në sekondë, pra, çfarë rezultati kemi? Ndërsa këta arrestohen, korrupsioni rritet. Pse rritet korrupsioni kur ta arrestohen? Në fakt duhet të trembën dhe mos ketë. Po ne nuk e dim këtë, nuk e masim dot. Me çfarë e masim ne që? Si se masim ne? Ku e mati këtë? Po e masim në çdo kontratë po del tani që është bërë. Po jo më ti. Që është bërë vitet e fundit. Është mega korrupsion. Po jo më mega korruptiv. Nuk e mat do të thësh se duhet më shumë se çka gjën. Duhet bërë studim stacior, të shohër sa është vjet atëherë, sa është vjet tani. Ai vazhdon të jap parajnë senatorit për djegje. Ndërkohë që kam ratuar platformën në parlament. Arben Rozhani, për parlamentin. Arben Rozhani më shkruan që po flet Ulsiu. Me intensitet shumë të lartë vazhdon parlamenti. Po që po flasin ta, se deri tani flisë vetëm opozita. Flet për LDN në Spanjë. Si Manja po flet. Agron çfarë ti, ja se ç'kishin që Agronit e më një herë ti dhe gradualisht do të se këta do rinë tërnatën ora ata në parlament, por ndërsa ne gradualisht popullata tani ka punë e vet, siç e themi vazhdimisht ne, dhe ne nuk do rrim edhe shumë gjatë, e kupton. Aha. Jo thjesht, shiko, tani po
është në mod kjo ideja që në Shqipëri kemi Republikën e Prokurorëve. Unë mendoj që nuk ka lidhje me Republikën e Prokurorëve. Kjo është thjesht një republikë të korruptuarish në fakt, më shumë se Republikë e Prokurorëve. Unë do bëja një pyetje retorike, por kam frikë se dhe përgjigja nuk do ishte sinqert nga studio. Nëse do pyesnim ose do mendonim, do ktheheshim 3 vite më përpara dhe do thoshim, shikoni, do doni t'ju, ose si do ju dukej nëse Spaku do arrestonte zyrtarët që ka arrestuar në këto 3 vjet. E di si do më duke Do si ta gjikoni, më fali sekond. Ja, e të gjove, kuptova pyetjen. Pyetja do ishte, do ta vlerësonit punën e Spaku nëse para 3 vjetësh, nëse Spaku në këto 3 vjet, vetëm ta mbaroj Ylli, ta mbaroj. Po e the pra tani se pyetje, se s'ka pyetje tre be vazhdo. Jo, hajde, çfarë them tani? Agron. Jepi. Se ne flasim të na kuptojnë ata që na dëgjojnë Ylli, jo vetëm kuptojnë me njëri tjetrin. Thjesht po pyesja, po thosha, pyetja ishte kjo. Pyetja ishte kjo. Si do ta vlerësonin punën e Spakut para 3 vjetësh, nëse do thoshim që do arrestoj Erion Veliajn, Beqajn, do hetonin opozita këto të tjera. E gjithë me radhë. Jemi okej. Dakord? Unë mendoj që të gjithë do ishim dakord. Unë do të vlerësoja shumë. Do përgjigjen të apërsheti. A në pyetën e. Sigurisht, unë po të pjesë. Po ta them unë njerë se si mendoj unë. Unë mendoj që të gjithë do ishim dakord. Po ta them unë mendimin tim njërë pasaj thuaj ti. Dakord. Unë mendoj që të gjithë do thonim absolutisht do t'jepnin Spakut një not kaluese. Nëse do t'a këshim parashikuar para 3 vitesh. Gjithë të tillë. Tani më thuaj ti çfarë mendon, çfarë do përgjigjesh ti? Gjë. Spaku është një minutë më kur. Do të flasësh fol. Kam Yllin. Me radhë. Spaku nuk është subjekt elektoral, që çfarë do mendojnë njerëzit, do e votojnë apo s'do. Jo, unë e kam çik më ndryshe. Jam përpjekur t'ja them edhe kur kam patur mundësi njerëzve të rëndësishëm të këtij vendi, me kontaktet që kemi gazetarë të rrjetën time. Shiko sa interesant është. Dakor, Spaku është një mekanizëm i krijuar që bën edhe punë të mira në vendin ku ne jetojmë, në gjendjen që jemi ne, pa dyshim, s'ka pik dyshimi. Por, Agron, nëse ne do gënjejmë veten, që me krijimin, ndërtimin e një instrumenti, do rregullojmë një shoqëri e cila ka institucione të dekompozuara, që ka këtë gjendje që kemi ne, është të mashtrojmë veten. Është si, ja kam thënë dikujt një rrugë të rëndësishëm këtu, është si Amerika Latine të ndërtojë në 6 Spak dhe të rregullojë Amerikën Latine. Kolumbinën, Meksikën, Argentinën, këtë Ekuadorin. Shiko, po do ishte në fakt. Një minutë. Do me thënë, me që këto vende janë në këtë gjendje që njojmë ne, Perunë, 5-6 vende, do me thënë, në kryohet në një Spak aty dhe zgjidhet problemi. Jo, Agroni dashur. Po më pyete mua, nuk zgjidhet. Unë nuk është një shoqëri unë nuk them këtë gjë. Që do dojë shumë kohë. Unë nuk them këtë gjë. Do ishte naive. Nuk pyet njeri fare në këtë shoqëri ku jetojmë Agron për gjëra të vërteta. Do ishte naive që ne të prisnim që me një veprim të vetëm, sikur të kishim shkopin magjik, e thashim do bëjmë Spakun e do rregullojë gjitha problemet e Shqipërisë. Dakor? Dhe kjo të ndodhte brenda ditës. Kemi edhe te vetja të shoqëria ku jemi. Pikërisht. Po mos gënjejmë veten e kupton. Dhe kjo të ndodhte brenda ditës. Sidomos ti që ke një parti të re politike, nuk duhet të gënjesh asnjëherë veten. Ky është ne jemi të vetëdijshëm që ky është një proces që s'ka dyshim, Spaku ka një rol shumë të rëndësishëm. Ore, mbledhjen ku ishte ti aty tani, sot tërë ditën. Është folur 6 orë për procedurë. Vetëm. Ka 2 muaj që fillon procedurë. Vetëm për procedurë do bëhen pyetjet me shkrim apo me gojë. 3 orë dhe unë mbylla televizorin Agron. Mbylla televizorin dhe se unë po droja do tunë aty brenda, jo më ti nga jashtë, se unë thotë vërtet ti e do që do bëhen pyetje me gojë, po pse unë do sepse do e ikja unë. Populli shqiptar po dëgjonte që duheshin pyetje me gojë. Vazhdo. Pas zotit Çej, vazhdo. Jemi domethënë do flasim se cilin nga ne. Për ta përmbledhur shumë shkurt, më vjen keq që ka njerëz që mendojnë që Spaku është zgjidhja e gjitha problemeve të Shqipërisë. Që mjafton një gjë e vetme për të zgjidhur problemet e Shqipërisë. Qartësisht. Po këtë e tham. Atëherë, qartësisht është një proces
drejtësia ka probleme të jashtëzakonshme. Tu jemi dakord. Është një proces i gjatë që duhet, por që është i domosdoshëm. Dhe unë mendoj që në rastin konkret, pavarësisht mangësive, Jemi dhe në shoqëri duhet i vëmë kishin kokës. Për shumë gjëra. pavarësisht mangësive, pavarësisht kritikave, unë mendoj që janë bërë disa hapa. Dakord? Uroj që sa më shpejt të krijohen kushtet që mos të vetë vetëm tek zvendësi i Edi Ramës, po të vetë direkt Edi Rama. A Bilekaj? Me logjikën e janë bërë disa hapa, ne mund të themi që edhe Rama të kryeministri se ka bërë disa hapa, mos se ka ndonjëherë kod 12 vjet. Ka bërë hapa për veten e Çfarë vet. themi ne? Varet për kë i ka bërë hapat. Ka bërë ca hapa, ka hapur hapa për veten e kapitujt e saj për shkak. Hapat për Do javi veten e gjithë vet. kapitujt e antarësimit B. Problemi është këtu. Mirë se ti je shumë zonë me zero, gjithë arrestimet që janë bërë, çfarë them unë tani? Okej, dakor. Unë se kam aty. Unë Ta ndajmë, ta ndajmë. disa hapa Janë hapa pozitive apo jo? Nëse ti thuaj që ti shuzoj me zero, hajde të shuzoj me zero. që Spaku ka bërë në drejtimin e Dumanit, ka ndryshuar shumë. Ka dhënë fuqi institucionit, ka dhënë një pushtet të jashtëzakonshëm institucionit dhe besueshmëri, kjo është e vërtetë. Jo, ka luftuar pa ndeshkueshmëri, flasim troç. Ka luftuar pa ndeshkueshmërinë apo jo? Sikur përpara. Po jo. E njerëzve, por nuk ka zgjidhur asnjë çështje korrupsioni të madhe. Por ajo që ne duhet bëjmë për Spakun, që e bët ju sot në parlament, që duhet ta bëni ju në fakt sot në parlament, po se bë dot, jo ju personalisht, por parlamenti, është që Spaku të kontrollohet si çdo pushtet tjetër. Sidomos kur ka superpushtet. Kjo që po thua është kontradiktore, se si mund të sepse ka pushtetet pa kontrolluara. Pavarësia, po drejtësia, dëgjoj. Drejtësia mund të jetë efikase vetëm nëse është e pavarur. Ti po thua duhet kontrollohet. Po nëse do ta vrasësh, kontrollohet. Ky është të katër pushtetet kontrollojnë njëri tjetrin. Nëse pushtetet nuk kontrollohen, marrin kot. Jo. Edi Rama është pa kontroll, ka marrë kot. Pushtetet janë Spaku s'ka kontroll, ka marrë kot. Pavarura. Po pushtetet janë pavarura, kontroll, check and balance është. Check and balance është një gjë, check and balance është një gjë, kontrolli është tjetër. Po check and balance pra çfarë është kontrolli? Po në asnjë sistem, shiko, drejtësia duhet të jetë e pavarur. Jo, drejtësia duhet të jetë e pavarur. Të thuash që drejtësia duhet të jetë kontroll. Parimi pushteteve është check and balance. Parimi pushteteve është që duhet të jenë të pavarura, 3 pushtetet pavarura. Të pavarura dhe që kontrollojnë njëri tjetrin. Duhet të jenë pavarura. Bien kundërshtim atë që thatë që duhet të jetë kontrolluar. Unë po të shpjegoj si është parimi demokratik. Jo, ky është parimi që të jetë kontrolluar. Që kuvendi duhet kontrollojë gjyqësorin. Që kuvendi është elementare. Që kuvendi duhet kontrollojë gjyqësorin, bien ndesh me ndarjen e pushteteve. Po çfarë ishte sot aty? Ai ishte për të kontrolluar. Jo, ai ishte për të raportuar, nuk është kontroll. Po pra, jep llogari. Check and balance kjo është. Nuk ka parim kushtetues. Po pra, ata si kërkojnë llogari ata. Ata s'bëjnë ata nuk e ndeshkojnë. Parimi është i check and balance. Ata nuk arritën dot. Neve si media, ata bën stratë. neve si media me pushtetin tonë, ne duhet ta kontrollojmë çfarë bën. Ne s'mund të themi Spaku bravo, ne do i themi kuj ka gabim. Rregullohet këtu. Do ja njohim ato që ka bërë sigurisht. Por nuk mund të themi bravo Spaku, askush nuk duhet ta bëjë parlamenti bravo Spaku. Askush mund të themi bravo Rama, askush nuk mund të themi bravo. Pra, që e bën mirë do i themi bravo. O ju mund të themi, mund ta themi se konkludo Agroni bravo. Si mund të propozohet kontrolli mbi drejtësinë, mbi Spakun dhe njëkohësisht të kërkosh dhe luftën kundër pandeshkueshmërisë. Më thoni se gjëra që tani kjo është ose njëra ose tjetra. Nuk mund të kërkosh tani. Ai duhet të hetojë të korruptuarit, ai duhet të hetojë ata që abuzojnë me pushtetin, ti thua vendose drejtësinë, vendose Spakun në kontrollin e pushtetit politik. Të them që parimin e check and balance ti duhet ta di. Jo, check and balance është pushtetet pavarura, nuk mund të imagjinosh, është e paimagjinueshme, po jo, është e paimagjinueshme. Është e paimagjinueshme që drejtësia të funksionojë nëse është kontrolluar nga gjyqësori, nga kuvendi. Nëse e lëm të. Dy fjalit e fundit të Agron dhe të konkludojmë. Çdo pushtet kontrollon tjetrin, siç është parimi bazë i një shteti demokratik. Këtë do të thojë. Okej. Zoti Sheri tha që Spaku ka arritur disa suksese këto 3 vitet e fundit dhe janë suksese të prekshme, bien dakord. Duke nisur nga ky moment, pra që janë suksese të prekshme, ne kur Spaku mori përsipër të hetonte krimin zgjedhor para zgjedhjeve, ne prisnim që të kishte rezultate të mira, meqenëse kishte arritur këto suksese 3 vite. Rezultoi një dështim.
Nisur nga kjo, edhe fakti që ka arritur disa suksese, ka arritur të hetoj ish kryeministër, ish president, të arrestoj kryetar bashkie, të arrestoj ministër, nuk do të thotë që për çdo çështje të rëndësishme në këtë vend, kur të gjithë perceptimin e kanë që është bërë korrupsioni i pastër, dumani të vinë në parlament dhe të thotë kjo është një çështje në hetim. Kjo është një çështje në hetim 3 muaj, 6 muaj, 1 vit, por jo 5 vite. Kur i thonë që incenatorët janë bashkë Elbasani, Fieri dhe Tirana, ai nuk mund të thotë që prokurori e gjykoi që duhet të jetonte të veçuara, por ne do vazhdojmë të hetojmë. Kur i thonë që 5 pyetjet lidhen me kryetarin e PD-s sepse ju e keni mbajtur peng, ai duhet t'japi përgjigjet e tij. Kur i thonë se pse Ilir Meta duhet arrestohej në atë formë dhe pse duhet mbahet në burg, I dha përgjigjet. Sa ta thënë pse mbani akoma në kështu, në detyrim paraqitje kryetarin. Ai tha këtë mban gjykata se mban Spaku. Ti tash ja drejt. Jo, sepse prokurori mund të thotë që ne nuk kemi më nevojë për mas ndaj këtij personi. Prokurori është prokurori që shkon në gjykatë. Nuk merr gjykata përsipër të marrë një vendim pa ja kërkuar prokurori. Se merr. Prokurori kërkon masën sigurisht. Por do jemi herë tjetër, Tela konkludo ne folëm se kjo nuk mbaron kur. Ne folëm, pra ti e bëre parantezën që kjo e Spakut është 0,3% dhe kjo tjetër ashtu. Tu do të dilë një përsëri për të konkluduar. Çfarë më bëri përshtypje sot? 99.7 gjithçka është e kalbur pastaj. Prokurori i përgjithshëm. Ka rëndësi pse 0,3%, qoftë edhe duke ndaluar, duke qëndruar te kokat dhe te peshqit e mëdhenj apo çfarë duash. Nëse 99.7 është disaster, është në këtë gjendje, ne jemi e pyetën prokurorin e përgjithshëm sot. Ku je zez me thes në kokë. I thanë, çfarë bëhet me këta prokurorët e rinj që nisin detyrën? Si e cilësia e tyre? Dhe tha, deri 2-3 vite përpara, ne nga shkolla magjistraturës merrshim 10 deri në 12 juristë të cilësisë maksimale, pra që ishin me nota maksimale dhe ishin të përshtatshëm për të hyrë në sistemin e drejtësisë, prokuror apo gjyqtar. Tani po marrim nga 40 dhe duke marrë 40, cilësia e tyre bie. Dhe këta prokurorë të rinj shkojnë në prokurorit e rretheve, ku as nuk ka njeri të instruktoj, sepse gjithë prokurorët e mëdhenj të rretheve vinë këtej nga Tirana, dhe ky është problemi i drejtësisë. Ata nuk japin, nuk ngrenë dot akuzë siç duhet, gjyqtarët e rinj nuk japin dot drejtësi siç duhet, dhe ndodh ajo Elbasanit që bin dakord prokurori me gjyqtarin për të arrestuar avokatin. Ky është pastaj problemi që prek drejtësinë në rrethe. Unë them që Parlamentin sot, se për mua ishte një pamje shumë e shumtuar, domethënë mënyra se si u diskutua sot problemi i prokurorisë posaçme. Domethënë unë pash një opozitë e cila u mor gjithkohës që përveshur mëngët si ta godasim Dumanin për t'i bërë qefin Berishës, pra kryetarit. Domethënë gjithë debati aty organizuar për çështje të caktuara dhe nuk u marr fare me thelb siç i takon parlamentit merret që ka të bëjë me politikën. Për shembull aty nuk u diskutua fare pavarësia e Spakut. Çfarë nevojash ka një institucion, a ka presion politik, a ka presion nga komisioni Xhafa, a ka nevojë për zgjatje mandatesh, a ka lidhje me policinë, a ka qenë e disponueshme policia, qoftë për zbatimin e urdhrave të arrestit, po qoftë edhe për hetimet. Të gjitha këto munguan, sepse ata deputeta, të cilët duhet ishin sjellë si shtetar, si njerëz cilët janë aty për të bërë politikë të përgjeshme, nuk u morën me këtë, po u morën me garën kush t'i pëlqejë më shumë kryetarit, duke sulmuar me akuza bajate, me nivel banal, me spekulime, me konspiracione, një kryetar dhe madje shpeshherë për gjëra të cilat nuk janë fare në kompetencë të Spakut. Dhe nga ana tjetër, pash një qeveri, pra pash pozitën, majorancën, e cila s'bëri asnjë pyetje, e cila zëre se nuk ekziston fare, ishte kompletisht inekzistente në seancë. Dhe pse ndodh kjo? Sepse në fakt një prokurori e cila ka arrestuar 10 njerëz me funksionar të lartë kësaj qeverie, ka arrestuar miq më të ngushtë të Edi Ramës, ka arrestuar 2 zëvendësministra, disa ministra, disa deputet, kryetar bashkisë, duke i provuar njerëzve korrupsionin e madh që ka kjo qeveri. Opozita në vend që të jetë në krahun e Spakut kundër qeverisë, opozita këtu është në krahun e qeverisë kundër Spakut, sepse opozita po i thot njerëzve që këta po i arreston vetë Edi Rama, sepse Spaku, kryetari i Spakut, Altin Dumani, thot është instrumenti i Edi Ramës.
Pra që do të thotë gjithë ta që ka arrestuar Dumani, janë arrestuar nga Rama. Shërbim më të madh se mund i bësh Ramës, se duke i thënë që Spaku është i yti dhe gjithë ta të korruptuarit e ty i ke arrestuar ti, nuk mund bëj, nuk ka opozitë që bën harakimi në formë si kjo. Ta sigurisht, domethënë, shpesh, domethënë, gjithmonë thresim, unë thres në studio njerëz që kanë mendime të ndryshme dhe kjo është diversiteti, kjo është shoqëria që duhet të kemi dhe Agron, po e mbyllim, si thua? Tje zoti i shtëpisë. Faleminderit shumë që ndihmove në përmendjen e sotme. Nëse unë do thoja një fjali. Ja, nuk do thuash. Një vetëm. Për çfarë do thuash? Se mos na thuash në një gjë. Se po flasim. Që nuk të ndihmon ty se jo Spaku, jo drejtësia, po jo më se këtu s'është. Jo më dakord thuaj, po. As drejtësia. Një gjë që të ndihmon ty. Tu ka fajin politika valla. Është ajo keq, janë gjitha keq. Ky është problemi, se sa thamë asnjë fjalë duhet ta thoshim. Po pse Spaku, jo më Spaku nuk është. Politika në rregull, rregullohen gjitha. Jo nuk e tham ne. S'është politika valla, s'ka qenë ndonjëherë. Jo më se tham për Spakun, ne po themi një gjë tjetër, që nuk është lidhur me Spakun. Me 0,3% e problematikave që mund të zgjidhë Spaku edhe në mënyrë ideale, nuk zgjidhen problemet të shoqërisë shqiptare. Se tjetri të vjen dhe të vret, nëse ti ke probleme me tokën, dhe nuk i zgjidh. Ajo është e kuptueshme, nuk zgjidhen me prokurori probleme. Po pra. 99.7% janë në zyrat e tjera, të cilat nuk funksionojnë. Dhe kjo drejtësi ka rënë, dhe kjo politik duhet të ngrihet dhe thotë, ne gabuam. Se vjen këtu, një ambasador, dy ambasador, thonë do bëni këtë drejtësi, s'bën asgjë. Ke gabim se gjykim këtë. Po tani, unë nuk marr. Kjo është vetmja gjë. Unë nuk të marr lej për gjykim. Kjo është vetmja gjë pozitive që ka ndodhur. Cila? E gjithë tjetra është një lum i korruptuar, një vend i korruptuar nga fillimi në fund. E vetmja gjë, vetmja lule që ka çelur është Spaku, kaq. Po pse për Spakun thashun kundër? Po atë po thua 0,3% që është Spaku thua ti. Nuk e rregullon Shqipërinë vetëm kjo 0,3%, por 99.7% është shumë. Po them. Kjo është ideal e shkëlqyer Spaku. Ai ka politika. Po këtë po thotë ju. Po në rregull. Po ti s'do ta dëgjosh vëlla, unë nuk të kam çfarë të bëj. Në rregull. Se tani më erën tjetër ylli, erën tjetër. Erën tjetër dëgjoj. Unë po them, sikur të jetë kjo gjëja më e shkëlqyer në botë Spaku, që merr 0,3% të problemeve të Shqipërisë, nuk e zgjidh dot llumin që the ti të 99.7. Dhe pastaj kemi këtë drejtësi që kemi. Nderuar të shikues, kaq ishte. Jo, po jo tani, po lutem shumë. Njerëzit po guxojnë, edhe Berisha që thotë skapi aty çon ato ndryshim ka. Njerëzit po guxojnë. Të denoncojnë etj. Po ka ndryshuar diçka. Ka ndryshuar drejtësi tjetër? Ka ndryshuar Spaku mentalitet. Po nuk po të flas për Spaku, mos do të ishte për çmende. Po them 99.7% e drejtësisë, që nuk është Spak. Po. Është llum. Po e dim. Allah. Agron, faleminderit shumë. Faleminderit juaj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Për të ftuar. Kaq kishim për sot. Tani, ndiqni, ulsiu nuk e di mbarohet gjithë, kalojeni te parlamenti dhe mund ta keni deri në mëngjes. Natën e mirë. Shihemi të njëjtën.